Njerëzit u shku plot kishat, shkojnë për xhamira ku shkojnë aty zgjedhja atyre. Këto thonë vend laik. Jo më dha se jemi vend laik. Miq të Piskut dhe të Pisk System dhe kryesisht miq të Aleksit, për atë se çka bisedojmë këtu, ja kur i takuam sërish për të diskutuar gjëra me vlerë, gjëra që realisht duhen dëgjuar, edhe pse një pjesë e vogël, e pa konsiderueshme fare, e pa llogaritshme, por patjetër ne do ta marrim në konsiderat, se jemi nga ata njerëz që duhet i marrim konsiderat gjithë ata, edhe ata që frymojnë, edhe janë ata që bëjnë më shumë zhurmë, kur nuk duhet bërë zhurmë boshe, por duhet të zë vend ajo se çka është më rëndësishme, më qëndësishme dhe më e dobishme për shoqërinë tonë shqiptare. Është se çka diskutojmë ne bashkë me Aleksin dhe një ndër temat sot është ajo që do të flasim që ne ndoshta kemi të cekur herë tjera, por sot do ta shtjellojmë pak më shumë për sa i përket pjesës së globalizmit dhe ekumenizmit. Ajo se çka po synojnë ato elitat botërore, ose ajo dorë e vetme që komandon këto elitat dhe ato elitat që komandojnë pastaj qeverit botërore, edhe pse kanë arritur deri në atë pikë që kanë shtjell dhe kanë dorën e tyre edhe të lartmallnin ton, sultanin ton të madhërisëm, kryeministrin për mandatin e 4, i cili synon të shkojë deri në 2050-ën, se 2030-ën ai e mori kështu, domethënë shumë lehtëshëm, edhe synon që të çojë Shqipërinë në Europë. Por nuk është ajo Europa që na shitet dhe nëra kamera, ja. Ne të vazhdojmë pra programin, sado që ju mundoheni të na prishnit. Çe do vazhdosh këtu? Aleks, e tretë e vërteta se na ra dhe kamera, kështu që vazhdojmë direkt. Të përshëndes, faleminderit që je këtu me ne sot. Kënaqësia si gjithmonë e imja. Dhe siç e thash tek hyrja, domethënë kena zgjedhur temë që bashkërisht, se ta themi kështu hapur që zakonisht i diskutojmë temat paraprakisht një bisedë thjesht me Aleksin, akoma më thjesht se sa kjo këtu, kur konsumojmë edhe kafen ton, që edhe pyesim interesohen për njëri tjetrin, si kanë qenë ditët e gjërat e normalisht se përveç kësaj kemi kryer edhe një lloj marrëdhënie me njëri tjetrin që patjetër nuk është veç kjo që bëjmë, por kjo është ajo që duket. Dhe tema që kemi vendosur sot është për sa përket asaj se çka po ndodh, që një pjesë e mirë po e kuptojnë, kjo fatmirësisht, kjo do të na kënaqë, do të na gëzojë, edhe do të na bashkojë me njëri tjetrin që e kemi kuptuar këtë dhe të bëjmë punën tonë për pjesën tjetër që të zgjohen nga ajo dremitja e zgjatur shumë dhe njerëzit duhet të zgjohen, të kuptojnë atë se çka po bëhet në emër tyre, kundër interesave tyre njerëzve. Është një dorë që kontrollon një politik, kontrollon shumë shtete, që do të kthehet një gjuhë, një para, që është ajo para digjitale, ndoshta mund të jetë, që do të jetë një monedhë. Ky unifikimi që po ndodh, domethënë edhe në Shqipëri ne po e prekim që po vin nga gjitha shtetet, gjitha racat. Dhe është përpjekje gjithë përfshirëse kjo. Por nuk është e kufizuar në një vend. Çfarë synohet, Aleks? Pra, globalizmi dhe igumenizmi. Kjo është ajo që këta thonë, ne do të jemi barabartë, do të shohim njëri tjetrin patjetër. Kjo s'kemi pas një këtë problem, s'kemi mohuar, ne i vlerësojmë, i respektojmë gjitha racat, gjitha të çka janë njerëz, janë human. Por kjo është për te kësaj, këto e shesin në këtë formë. Që nuk do të jemi racist, nuk do të jemi paragjykues, po s'ka lidhje me këtë. Kjo është ajo që na servirin. Po çka ka mbrapa globalizmit dhe igumenizmit? Ekumenizmit, ecin të dyja paralel këto. Përpjekja është rrafshimi i çdo gjëje. Nga ana e globalizmit është përpjekja që të bien kufit, të bien tradita, gjua, flamuri, historia, të bëhet një mishmash, një përzierje. Sepse duke humbur dikush të shkuarën historinë, humbet identitetin, humbet rrënjët, nuk qëndron më, nuk ka bazament. Edhe kjo i leverdis globalistave, që ndryshe mund t'i themi bankierët.
Bankierët janë globalistat, janë ata që i mshojnë kësajt lëvizje, se edhe kjo lëvizje është një përpjekje botërore për t'i unifikuar, si që t'i vendosin në një kazan të gjitha bashkë. Aty pas një shije të tillë e marrim dhe kur shohim atë fluksin e turistik kur na vinë në një vend. Aty kur e shikon vërtet e paraqeset si diçka të mirë, po ngret ekonomia, po ngren edhe çmimet njëkohësisht. Buxheti mund të ngrihet, po gjendja mbetet statike e popullit. Edhe kur i shohim kështu në përkëmb ato lloj ngjyrash, aty thua pse si ndihesh se siklet edhe, kupton? Jo se jemi kundra njerëzve, po gjërat janë të ndara, secili ka të shpinën e vet. Okej, mund të vinë të shohin vendet e bukura që kemi ne këtu, po domethënë kur e shikon në mënyrë kaq masive, aty fillon sikur të trembi çik, domethënë kjo do jetë ajo që duan të sjellin këta, ajo përzierja e popujve, përzierja e gjuhë, se tani do të sjellë edhe një gjuhë këta. Një gjuhë që është shumë e kufizuar në fjalë. Në mënyrë që ti mos të arrisë të analizosh, të mendosh aq sa duhet. Edhe këtë e bën me efektin e gjuhës së re. Është një, po ta kërkoni, është një gjuhë e re që kanë shpikur këta, edhe quhet Esperanto. Jo Desperando, me atë filmin. Esperanto është një gjuhë e shpikur e këtyreve, përzier nga gjuhë të ndryshme, edhe po është shumë e kufizuar në fjalë. Edhe kjo ka atë efektin psikologjik, domethënë duke mos patur shumë fjalë që ti të shprehësh siç duhet, ti dhe atë rrezën e të menduarit, forcën kritike e këtë kufizuar. Atë dun ata. Gjithmonë kjo ka qenë plani i tyre, domethënë ëndra e tyre që njeriu të jetë i kufizuar në mendim. Mos mendojmë më shumë se ç'duan ata. Pastaj fillon e kupton gjërat i pastaj. Edhe atë quhet zgjim. Ata gjë nuk i duan këta. Tani, një shembull të tillë të përpjekjes si këta bëjnë për ekumenizmin është ajo që e shikojmë në disa vende. Kemi Bashkimin Evropian. Bashkim force, bashkim ekonomie, japin krah njëri tjetrit, po nuk është dhe aq e bukur sa e paraqesin. Kemi edhe një bashkim tjetër që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 50 shtete sa janë atje. Domethënë, na i kanë dhënë këto shijet e kësaj që duan të sjellin, e këtyre bashkimeve, unifikimeve, i rrafshimeve. Po, ti ke NATO-n prapë që tani është në krizë. Edhe bashkim në aspektin e forcave ushtarake, por sot e kanë krizë. Pra, fitet që ta heqin, ta zhbëjnë, ta shkatrojnë, do shkatrohet, s'do shkatrohet. OKB-ja, për shembull. E preke mirë NATO-n sepse kjo është nga ana ushtarake. Ushtarake, po. Kemi unifikim në ushtri. Edhe në ushtri, prapë, edhe në rastin e kësaj globalizmit, përfshihet edhe ushtria që të unifikohet, ketë vetëm një ushtri. Po, vetëm një ushtri, vetëm një polici, kanë vendosur, kanë gjetë dhe emrin biles, e kanë quajtur Europolice. Policia Europian. Domethënë ai është tip Interpoli, atë pushtet ka çik më shumë se kaq. Edhe ai ka jurisdiksionin të veprojë të futet kudo, në gjithë këto vendet anëtare që quhen. Sa ka që ka filluar ky globalizmi, kjo skem, ky skenar, domethënë? Për sa vitesh? Ajo ka filluar. Dhe me sa hapa kanë, ç'a hapash janë tani? Përpjekja ka qenë që para luftës së parë botërore, por nuk i pati ato rezultate, as me të parën, as me të dytën. Edhe duan ta bëjnë tani me këtë që po sillin tani, se mendojnë që gjërat janë më të favorshme për ta lançuar këtë, edhe po i mshojnë shumë kësaj përpjekje. Tani kanë arritur edhe kjo puna e futjes tonë në BE, që disa e ndorrojnë, se mendojnë se aty do hajmë Luk Floriri neve, ajo është komplet me të futme. Aty nuk do kemi zgjidhje, do vazhdoj korrupsioni prap. Se do thonë tani nuk do varet nga këta tanët, po do varet nga të huajt që janë më korrekta ku dëgjon. Po ai mbetet prapë i huaj, nuk i intereson fare për shtëpinë tënde. Kjo që mos i ndorrojmë këto gjëra. Ajo Bashkimi Evropian është thjesht një kafaz i artë, një ide e bukur që na e bën këta, që një e dy na reklamojnë sikur do jetë ai arritje e këtyreve liderëve tan, ai që ishte më përpara mburreshe, ju futën në NATO thot ai. Po, Berisha. Berisha thoshte me këtë pjesë mburret ai. Edhe ç'a bëri? Marrin taksat tona dhe ne vazhdimisht i japim lek atyre, i paguajmë çdo vit. Me sasi të majmë me parash. Sepse është kështu ajo, si funksionon ajo. Puna e NATO-s funksionon si dikur mafjet amerikane dikur. Edhe të vinte dhe të thoshte atje, do të ofrojmë ndihmë, thoshte dyqaneve, se i ndashin në zona këta.
zona e X kapos. Kjo është e këtit, kjo është atit edhe ndashin në zona. Edhe i shkoshin këtyre çkretëve që kishin ato dyqanet e tyre. Vendosin gjoba. Edhe i thoshin, ne do të ofrojmë ndihmë ty nga rreziqe të ndryshme, nga kriminalet. Po. Edhe po do paguash këtë X tax tek ne. Gjobën. Edhe po ti pyesin nga kush duhet të ruajmë në dha. Ti thosh ai për shembull. Nga vetë ata. Do të thotë po nuk na paguajti ti neve, ne do të shkam këto probleme ty. Edhe ato ti derosh paguash. Kështu funksionon edhe NATO-ja. Duhet i paguash ata atje që gjë do të ofrojnë ty ndihmë. Nga kush? Mbrojtje. Nga kush? Nga kush po rrezikojmë? E bëjnë këta vetë skeme. E bëjnë vetë alarmante situatën. Na i bëjnë kështu dramë, që të fiksohemi, që pas kemi rreziqe, i rrethojmë nga pafund rreziqe gjithandej. Krijojnë një herë kaosin, pastaj vinë mbrapa shive, shef të kaosin, shef të gjën që ndodhi, ky problemi, kjo gjëra, kjo frika, Për herë ky rreziku. Nga ky rreziku të largoj unë. Do të thënë krijojmë, është ajo përhershme. Të japun sigurinë. Krijojmë problemin, ne hapim panikun sikur ekzistojnë këto rreziqe që na kanosën mbi kokë, edhe ne jemi ajo zgjidhja, ajo që do ju mbrojmë juve. Po, edhe në Shqipëri rasti konkret, për shembull në një krah tjetër ose në një shembull tjetër, krijuan këtu ka qenë shkalla e atyre njerëzve ose përqindja shumë e lartë e atyre njerëzve që nuk kishin vende të pune. Pra në Shqipëri para disa vitesh, vuajë gjen një vend pune. Kurse sot, pas disa vitesh, sot nuk ka frymë punëtore, nuk ka energji për të punuar. Pse? Si krijuan krizën në Shqipëri, duke larguar shqiptarët. Edhe vinë këtu tani Filipinas, Bangladeshas, Palestinë nga Skanar. Nga gjitha nga Skanar, domethënë, ndërkohë që përzun shqiptarët, edhe vinë tani thonë nuk ka punë, nuk ka punëtor, nuk ka punonjës, nuk ka krah pune, domethënë. Edhe kjo prandaj po vinë edhe ata, kupton? Pjesë e globalizmit është edhe kjo. Pjesë e globalizmit, po, e krijuan vetë problemin, i larguan këto. Si rasti edhe me ata për shembull që kanë tokat, që i bën ata që mos i punojnë tokat, i punonin deri dje, i kultivonin, i sillnin produktet, gjërat, dilnin treg nuk ishte treg. Ja shkatëroi tregun se e merrte në Greqi, në Maqedoni, Turqi, ku diun vende të tjera, sillnin me eksport. Po. Ajo është. Me import dhe nuk nxirren pra prodhimin ton që prodhojnë ne këtu, as nuk e shesim as tu, as nuk e eksportojmë. Dhe sillim gjithmonë madhra nga importi, si nga jashtë. Po, është fatkeqësi e madhe. Edhe ai e demotivon shqiptarin prodhues, atë që ka tokën. Ai pse ta mbjellë tokën më pastaj? S'ka tregë. Edhe i hedh domatet, kastravecin, çaqinin, patatet, qepët, gjitha çfarë mund të jenë. Shkon i hedh në kanale si nuk ka treg. Si shteti jonë nuk ka politika. Dhe këtë shteti për më tepër në mënyrë kriminale e bën qëllimisht që ty të shkatrojë jetën, të marrë edhe tokën. Merr edhe me paketën tjetër tani të maleve, që ti marrë edhe malit, merr këtë. Po, për 30 vjet nuk do keni mundësi të shfrytëzoni sepse janë papërshtatshme, domethënë ja vun vetë flakën këta gjoja që ja fatoronin nonës si pozinte vezë, thoshte. Po. Edhe vin pastaj do ta marrin tokën dhe thot për 30 vjet tha ky i gjati më, ato vendet që u dogjën atje nuk mund të t'i përdorin ata. Domethënë është të tmerrshme. Ajo është domethënë grabitje kështu me stil, mirë e bukur. Nuk çfarë bën këta, kanë arritur në nivele. Shkon i digin po vetë ato malet e kodrat e Shqipërisë, toka. Edhe të vjen pastaj ky jo po shikon se do shfrytëzojnë nga gjitha format je bombarduar, je shkatruar, je goditëm me skema, me sulma, me gjona. Por më tepër ne na kanë krijuar sulmin më të madh që na kanë përçarë me njëri tjetrin. Dhe nuk na kanë lënë që aq pak sa kemi qenë bashkuar, kanë futur atë frymën që ne të shohim njëri tjetrin si armiq. Ne si shqiptarët e thjeshtë, jo ata që janë të përfshirë ose janë me interesa të kapur, politikanët dhe pushtetarët e tjerë ose ato oligarkët, domethënë që bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Por edhe ne të thjeshtit, që gjithë secili është në hesabin e vet, por nuk intereson se ç'a ndodh midis teje dhe meje, domethënë mua nuk më intereson se ç'a ndodh ty në jetën tënde dhe në rrethin tënd. Po ashtu edhe ty nuk të intereson se ç'a ndodh mua. E kanë haluar të frymat ata. Kto e kanë ndaluar dhe kanë shkatruar këtë gjë. Unë do të shoh ty gjithmonë si armik. Edhe ata kënaqen me këtë gjë. Po, edhe vjen ai pastaj, ai Filipinasi, vjen ai Bangladeshasi, vijnë gjithë këto rraca të tjera që kanë ardhur në Shqipëri, po mushin Shqipërinë, ku do të shkosh, në çdo lloj biznesi, në çdo lloj sektori, në çdo lloj fushë, ke nga këta njerëz. Nga Madagaskari, do të shef njerëz nga Madagaskari këtu në Shqipëri.
do thot dikush që po e ndjek të video, thotë ore çfarë problemi keti se edhe shqiptarët ku nuk kanë shkuar, kanë shkuar në Itali, kanë shkuar në Spanjë, kanë shkuar në Francë, kanë shkuar në Gjermani, kanë shkuar në të gjithë vendet, në Amerikë për shembull, që ke shumë shqiptar. Po kjo për këto vendet e mëdha, domethënë, nëse kanë një lloj lëvizjesh, një përqindje shumë e pakonsiderueshme, shumë e vogël. Po që tigi për kaq pak vite tigin 1 milion e sa shqiptar, domethënë. Po sa shqiptar kanë mbetë në Shqipëri? Nesër do jetë shumë më e kollajt që ky shtet të mos quhet më Shqipëri. Se nuk kanë çati lidhin më ata njerëz që kanë ardhur nga vendet e tjera të ndryshme, nuk i lidh gjë. Ore s'po na lidh ne, si na kanë ndërtuar, si na kanë modifikuar, s'po na lidh dot më gjë ne me Shqipërinë. Ke shqiptar që të kthehem në Shqipëri, mos ja pafsha bojën e di vendit domun. Kaq e frikshme sa e rëndë është ta thot dikush do thot për këtë vend, thot mos ja pafsha bojën. Okej, më në kuptoj situatën që ka ardhur deri në atë pikë, që ti thuash që atje është jetesa shumë e vështirë, jeta shumë e vështirë, e pamundur gati. Po jo të thuash mos ja pafsha bojën këtij vendi. Ora mos ja pafsha bojën këtyre njerëzve që kanë kapë të vend. U vran dy fëmijë më. Dy tona kanë bërë vrasës me njëri tjetrin. U vran 2 fëmijë, edhe ne vazhdojmë akoma merrem me gjëra boshe, merrem jo ka fajin ka fajin. Kjo tregon që këtu nuk ka shtet. Nuk ka shtet. E ka treguar me kohë atë pjesë apo? Nuk ka shtet. Thjesht e tregon vazhdimisht. Por ai zotëria ai ka patjetër ka fajin e vet. Nuk duhet ta shfaqsoj atë me këtë gjë. Po është ai rregullatori, shteti që nuk ka marr masa. Ai e ka vënë shembullin e vet prej kohësh dhe shumë herë, domethënë. Si ai e shumë të tjerë që kanë dhënë atë shembull të tillë. Ai është vrasje e paralajmëruar. Se atë kanë kap disa herë, duke përdorur makinën, duke dhënë makinës në gjendje e derë. E dini domethënë, ato dinë çfarë do të dëgjojnë. Ato dinë çfarë do të dëgjojnë. Ato kanë leju vetët e vrasje. Të gjithë e dinë, po s'duan t'ia dinë është ideja. Ke plot shtëpira që shikoja ne nga lagjimi për shembull janë shtëpi përdhes atje, sa po nxjerr këmbën ai nga shtëpia është direkte në rrugë. Trotuari është një plumb. Janë fëmijë të vegjël që dalin nga ajo shtëpi atje, apo s'kalojnë ato me fishek shpejtësi ata. Ato e dinë shumë mirë siç e the, se si është situata. Po duan e bëjnë lule këtu direkte. Po nuk duan, ato kanë për qëllim edhe kaq sa është lulja, kaq e vogël, e vyshkur, gati në të thartë, gati në të shembje të saj, në zhbërjet e saj, ato ku gjen ta prishin më keq atë, jo ta bëjnë. Nuk ka fare qëllime të tilla. Por retorika që përdorin gjithmonë, ajo se çka thonë dhe del nga goja e tyre, është gjithmonë e kundërta e asaj se ç'a bëjnë. Shesin lule, por na japin ferr. Por na e kanë bërë ferr, me thënë. Po dhe fort se pastaj vinë viktimizohen, sikur u sensibilizuan, dy ëngjët e durrësit thoshin atje këto të mëdha ato titujt që bëjnë. Ne përdorin, shkon ai atje me kamera, merr ato prindrit e tyre, qajnë, bëjnë teatr, bëjnë show, bëjnë dramaturgji komplet, domethënë, kupton, shkojnë në ekstreme komplet, domethënë, çfarë do na japin, çfarë do na tregojë ajo kur ti kap dy prindër që kanë humbur fëmijët e tyre. Çfarë do më treguar? Çfarë po është? Do shohim një film tani. Shkum për shkollim kjo kryeministri. Për çfarë është ajo? Për çfarë? Shkoi kryeministri për çfarë? Çfarë bën? Po i çesa koca për sy e faqe që shikoj tani neve e ndjem dhimbjen tuaj apo burr. Hidh syve. Çfarë ti mi vrave më fëmijë? Do të thotë ata ti nuk ke sigurinë. Ti suleshin asaj. Po. Çafkas atje ta bëshin për i lek. Ato e prisin aty. Kjo po na bëjnë magji para syve tan, kupton? Ajo është magji. Ajo që bën ato që shkojnë atje po ne bëjnë magji prapë. Po më kanë kaluar në hipnozë, kanë bërë, kanë arritur atë qëllim ata. Domethënë mos kemi pikë reagimi, kemi thjesht disa herë, ata nuk duan që ti të mendosh, të reagosh, të pozicionohesh, ta shohësh edhe të korrigjosh që diçka. Jo. Ne kanë futur atë frymën ku dëgjon Allah, ne sikur jena komunizëm të fshehtë burr. E qepim, bindemi, po na vrasin kalamojt. Do i qajmë disa ditë, edhe ato e di shumë mirë që do harrohet shpejt, siç u harrua ajo flaka që u bë pallati si pishtar, domethënë harrohen shpejt këto gjëra. Ata e dinë. Kemi atë efektin e peshkut kuqneve, të kujtesës të afat shkurtër. Edhe këtu bazohen ata. Çfarëdo që ne vetë i bëjmë këtij popullit, ata do vazhdojnë të reagojnë çik, fillimisht atje të bëjnë si kështu, edhe pastaj do harrohen. Edhe këto vazhdojnë. Nuk i pengon asgjë. Kanë gjetur pa bëjnë. Se po të ishim neve ashtu që bëshim çik më agresiv ndaj disa gjërave elementare,
ato do e mendonin ta bëjnë atë hapin tjetër pastaj me na shkatërrun neve. Se bëjnë gradualisht atë shkatrimi. E gjithë plani është që na prezenë nga ky vend. Duhet na zëvendësojmë me popullsi që janë përtej oqeanave ku dëgjon nga krau tjetër i planetit. Nuk na zhdukin fare. Edhe bëjnë kështu me stil, duke ta nxjerrë jetën. Zbrazën njëherë gjithë Shqipërinë dhe i përqendruan në kryeqytet, se ky është plan kështu gjithandej. Që ta shpjegojmë tani se si vjen, domethënë shkallë globalizmi. Po. Domethënë, një nga planet bazë ishte kjo që të mos t'i jepshin krah vendeve jashtë kryeqytetit dhe bashkë kryeqytetit, dhe që detyroheshin pastaj të vishin këtu. Se do thonë asaj, neve këtu s'po ja dalim. Spikavim do të veç e veç. Hajtim lidhëm hemi vend dhe t'ja nxjim jetën aty mi vend ku. Po, ja bllokojmë neve ato burimet, ato mundësinë që ata të jenë të pavarur këto me radhë, edhe detyrojnë të vinë këtu pastaj. Jo, po erdhe këtu, ti e futur te ajo çarka që ata duan. Ti je i pavarur vet pastaj, edhe ushqimin do e marrësh nga supermarketi, që janë komplet helme, 90% të tyre janë helme aty mrena. Ti nuk prodhon ato ushqimet që the janë import jo eksport. Neve domethënë hajm ato që dunas na japin ata, cilësisë së tretë. Domethënë do psojnë dhe shëndetin, imunitetin që ka të bëjë dhe me anën mendore, godasin shumë gjëra ato me një gur. Na përqendrojnë këtu, na komandojnë me kollaj. Mi po këtu ka konkurrencë, ka vështirësitë e veta, edhe ti prapë edhe kur vjen këtu, do detyrohesh shkosh prapë jashtë. Arritën të bëjnë ty të shesësh të gjithë ato që kish aty në fshat, në mal ku jetoje. Erdhe këtu bleve hyrje luksoze me pallate të bukura kështu, i vihet zjarri. I vihet zjarri pastaj asaj ose me një tërmet vogël e shikon që nuk është më i banueshëm. E aty fillon të rrbohesh, të çmenesh. Domethënë unë sakrifikova gjithë ato gjëra, lash jetën e dikurshme në natyrë, në fshat aty ku jetoja, e zëvendësova me jetën këtu. Edhe siç aposova unë tani, ç'a bën ai pastaj detyrohet ti kthehet ky vend në mankth. Edhe zgjidhja vetëm është ikja, ratisja, që mos ja shohim më bojën këtij vendit. Shi sa bukur që i sjellin gjërat. Edhe njerëzit pastaj ikin me këmbë të tyre, se këta tani ata duan që na prezantojnë brenda natës neve. Po nga që se bëjnë dot, të duket keq, e bëjnë duke të vështirësuar jetën. Duke patur shumë konkurrencë, duke mos të dalur ajo rrok që ti nxjerr në fund të muajit, detyrohesh bësh 2 punë pastaj dhe prapë nuk të dalin. Edhe shkon atje jashtë pastaj që ke rrok disit më të lartë. Pavarësisht se atje pastaj i harxhon nëpër taksa se ka pafund. Po do kursesh, edhe do thuash krahasuar me çmimet që janë këtu, vendos një diçka më njën. Kështu nisen. Edhe kështu zbrazet ky vendi, dhe kështu futen të huaj, e pushtojnë ata, edhe pushtojnë kështu me ftesa që i bëjnë këta vet. Nuk të vinë tani ashtu me shpata, me gjyle, me këtë gjë. Vin kështu sikur janë nevojtar. Sikur janë nga vende që janë të prekur nga ana ekonomike dhe duan të gjejnë një strehim këtu, domethënë e paraqesin bukur. Edhe kjo përkthehet, quhet zëvendësim popullsie. Na zhduken nga shtëpia jonë të fusin të tjerët. Edhe këtu do ju thoja që mos ja bëjmë qefin atyreve. Sa do të vështirë që ta kemi, kjo mbetet shtëpia jonë. Nuk të bëhet asnjë vend si shtëpia jote. Okej, dakor, ti ka ato vështirësitë, ato sfidat, ato me radhë, por mbetet shtëpia jonë. Kudo që të shkosh, është ajo që themi që ngado që të rrotullohesh, nuk ka si shtëpia jote. Pra nuk ka si vendi jot. Këta po bëjnë çmos që të na përzejnë nga ky vend. Le mos ja bëjmë qefin. Do thuash kam ato problemet, ato sfidat, nuk ja dal nuk të vend. Sidoqoftë, do hash më pak, po të paktën je në vendin tënd, psikologjikisht je më i qetë, më i lidhur me këtë vend. Po shkova atje jashtë do ndihesh gjithmonë i huaj, i shfrytzuar, i përdorur. Kështu që mos ja bëjmë qefin, edhe sado që të bëjnë thirrje nga disa analista, nga disa njerëz të mendshur që na dalin televizor, që shërbejnë ata sistemit, nuk ju pëlqen këtu, dilni jashtë, merrni aratin, dilni se atje ka më shumë shanse, mos i besoni. Janë birbila dhe papagall të sistemit. Do qëndrojmë deri në fund këtu, çado vështirësi që të na paraqesin. Është vendi jon, është atë dheu ynë, është vendi që trashëguam nga prindrit tanë, edhe s'ka forcë dhe fuqi që të na bëjë të na nxjerrë nga zemra gjithë këtë gjë. Jemi atëtar, jemi shqiptar dhe kemi për ta mbajtur deri në fund. Kaq ta bëjnë dhëmbin globalistat, kaq ta bëjnë dhëmbin ata ta globalistët tanë këtu. çakenjt, ushtarët
e bankierëve, siç kemi këtë gjatin në krye, edhe atë tjetrin opozitën ata e kanë prap, edhe ne e paraqesim sikur zihemi njëri tjetrin. Do qëndrojmë shqiptar, do qëndrojmë adretar, do qëndrojmë në vendin që trashëguam nga të parat tanë. Kushtoj një rëndësi kësaj pjese këtu, se kam për ta e marrë këtë vend, edhe do gjendemi si peshku jashtë ujit. Do humbasim rrënjët tona, historinë tonë, traditat tona. Që i kemi për nder që i kemi. Me mira vjeçare tradit ky vend këtu, edhe duan ta shkatrojnë. Na zvogluan njerëz si fillim kur u bën ato ndarjet e mëdha mas luftës së dytë, na bën një pikë në hartë, edhe tani po prezente njerëzit. Sepse se po janë nxjerrë jetën e atyre që kanë mbetur këtu. Do rezistojmë, sepse tani ata na kanë shpallur luftë të heshtur quhet kjo. Kjo është luftë e heshtur. Nuk do vinë me kështu me tanqe dhe me gjona siç e bën gjatë pandemisë me na friksu, po e bëjnë duke na vështirësuar jetën. Është një luftë hibride, e hapur, e kamufluar, e mirë menduar dhe nuk duhet të lejojmë që plani i tyre të eci. Do ja përmbysim duke insistuar në kundërshtim me ato që ata duan kalojnë këtu në këtë vend. Luftë e heshtur ata, luftë e heshtur dhe neve. Si të heshtur ne? Duke mos ja bëj qefin atyre gjënave që ata duan, që po na shtyn. Po si është ajo lufta e heshtur që nuk do ikim nga ky vend. Do insistojmë duke qëndruar këtu. Se është zgjidhje kollashme ajo e braktisë, varja, jolla. Mos harroni se ky është vendi jonë, është shtëpia jonë, sido që të jetë, mbetet shtëpia jonë. Duke insistuar në këtu, duke këmbgulur që nuk kemi për të lëvizur, ashtu ja kemi plasur suratit gjithë planin, gjithë agjendën e 2030-s që thotë ai gjati. Pse këtë synon ai këtë globalizmin, synon edhe për Shqipërinë që të bëhet pjesë e globalizmit deri në 2030-ën? Kjo është ai Bashkimi Evropian që thotë ai që do futen në Europë? Po, kjo është një nga pikat që duhet. Nga pikat. Po, do të thënë ajo Agenda 2030 përfshin katalog gjatë listë gjërash. Po ai gjatë nuk e thon kur agenda, po e thot 2030-ën. Po e ka fjalë për Agenda 2030 të Sorosit. Ai tipi është që komandon. Ai është presidenti, kryeministri i gjithë Ballkanit. Gjithë ata që kanë emra epitete, kryeministri, ministri, leshi, preshi, këto janë thjesht kukulla emra. Nuk komandojnë fare ata, nuk vendosin ata. As parlamenti, as qeveria, as opozita, janë gjitha fasada teatër me kukulla. Vendos ai qori që është nga mbrapa, ai Soros i vogël, ai komandon, ai është tip satanisti, do që të na shofi sa më keq, do që të na hami me njëri tjetrin, prandaj i përdor këta dy krerët e opozitës që popujt që kanë nga pas t'i bin njëri tjetrit. Siç e thash pari, ta kënaqen neve kur hame me njëri tjetrin. Kanë një kënaqësi të papamës, janë tip djallëzor. Ato kënaqen ku ka gjak derdhi, ku ka përplasje, ku ka vrasje. Bëhet asfalti me gjak, marrojnë aty ajo pjesë. Sepse janë tip satanistash, edhe gjak derdhin këto e marrin, domethënë sikur po ju ofrojnë adhurim atit me brirë. Po. Edhe ai i jep pushtet atyre pastaj. Doni ju jap pushtet, kaloni, bëni gjëna makabre. Boni trafikime kalamojsh, përçani familjen, nxirja njerëzve nga zemra ndjesitë e bukura për atë dheun, për besimin që ka, për dashurinë e familjes, shkuljani gjitha këto vlerat. Aty ata gëzohen më burr. Se të zhveshin ty nga gjë e bukur që të karakterizon si njeri. Prandaj le mos ja bëjmë qefin. Nuk vendosin ata që shohim televizor neve, vendosin ata që nuk dalin televizor. Ata vendosin ta kukullat e tyre që shohim në televizor dhe thema, shife u vendose, u çun kartat në parlament. Fasad, teatr, aktrim, performancë, gjithë gjë është një gënjeshtër. Tani globalizmi është ky që ti fusi gjitha me i kazan atje, tu mbasësh fare kush je, ti je në ajër, edhe do quhesh qytetari botror, qytetari global. Do t'i zhdukni dhe këto dokumentat, sepse tani ato përbëjnë i përkasin antikitetit. Dokumenti do jesh ti, fiziku jot, fytyra jote, syt, dishtrin që janë unik, me ato do identifikohesh. Po pastaj, nga që është avancuar dhe kjo puna e inteligjencës artificiale dhe po dalin fytyra se kur je ti, po si je ti dhe je aty dhe ngatarojnë njerëzit, çfarë do bëjmë pastaj? Enka se kaluan këtë gjë, punën e inteligjencës artificiale, që kopjon njerëzit e ti nxjerr, ti si je,
po e nxjerr sikur je atje. Po. Edhe thot tjetri ty pastaj, ore, të pash edhe. Po jo se si isha unë. Kupton? Do krijohet ky problemi një herë, që Që është vinë kjo. në zgjidhjen në gjasme. Edhe që të vi me zgjidhje dhe pastaj të thonë që shiko, nga që ndodhin nga tresat të tilla, do ju vendosim një çift të dora. Që zgjidhja është shumë më shumë e vështirë dhe e rëndë se sa problemi që krijuan para. Po, Zgjidhja me kjo zgjidhje që të sjellin ta. po me anë të zgjidhjes ata do zhysin akoma më shumë. Po. Po, cili nga shtetet është ai në Europë, ndoshta ose në botë që ka ecur me ritmet e planit tyre, domethënë agjendës tyre. Kina Kina, mban vendin e parë. vendin e parë. Kina është vendi ideal i sionisto, hebrejve, kazaro, masonëve, iluminati që janë gjithë organizatat edhe kështu. Kina është domethënë vendi model që duan ta kalojnë pastaj në gjithë botën. Atje është fund fare atje. Kina, Japonia, kupton, që ka dhe teknologji të lartë atje. Ai është modeli që duan ta kalojnë në gjithë botën. Edhe madje edhe selin e tyre këta të qinjt sionistat, hebreu, hazaro-sionistat, që kanë 300 vjet që po komandojnë botën, e kanë kalu selin e tyre nga Amerika, tani e kanë çuar në Kinë. Ndjen më të sigurt atje. Te vendi Dragojit. Se Dragoi është shefi i tyre, se djalli simbolizohet dhe me Dragoj shpeshherë. Aty pastaj s'ka ku lëviz më. Aty je i lirë, po je i burgosur, kur i thënë, je në burg të hapur. Aty ti nuk ekziston më koncepti lirisë. Do të thotë atje liria është qesharake, ta mendosh. Do të jesh plotësisht i bindur, do bësh ato që të thotë qeveria. Je kavje, bakti, dele 100%. Se këtu tani akoma kemi një farë lirie deri diku. Po atje është fund, atje nuk ekziston koncepti liri. Ata duhet të bëjnë gjithë botën tani. Edhe i kanë bërë dhe plot filma biles që përgatisin këtë ide. Siç kanë bërë filma për digitalizimin e botës, kanë bërë filma edhe për luftën e tretë botërore. Sepse kemi thënë, janë dy gjëra që po ecin paralel. Se kush do dali përpara, ata nuk e dinë. Po neve e dim, sipas profecive se kush do dali përpara. Do dali lufta e tretë që do ndaloj këtë planin e parë. Edhe do jetë shumë gjë e mirë të ndalohet kjo e para me këtë të dytën. Jo se do na dhemi kjo e dytë, do na dhemi shumë bile do na dhemi, po do na dhimte më shumë akoma kjo e para. Madje e tha vet ai babai i inteligjencës artificiale. Ky malla, që sa rova emrin tani. Ema që po sfidon Trumpi tani. Elon Musku. Nëse do kalonte agenda e inteligjencës e digitalizimit të botës, do ishte shumë herë më keq se një luftë e tretë. Ne kishim thënë këtë disa herë këtu, po kur vjen tani dhe e konstaton dhe ta konfirmon vet ai baba i kësaj çështje, do thënë, aty pastaj sikur godet kambana fuqishëm që është vërtet më e rrezikshme kjo, po të kaloj digitalizimi. Aty fund. Big Brotheri po të shikon, s'ke ku lëviz, nuk ke më ti. Nuk mund të krijosh, nuk mund të bësh, nuk mund të mendosh, akoma dhe mendimet duhet që gjurmojnë tani. Se çka po mendon, çka po ndëron. E kam bërë dhe në film dhe këte, kur me një film Christopher Lambert, se s'po më kujtohet tani ajo, është 22 atje, i fusin aty brenda në biruc ata, edhe kalonte një kamerë nga sipër atje, midis qelive në korridor, edhe shikonte aty brenda. Kalonte një skaner ty ajo dhe të shikonte nëse ti je duke u ndëruar dhe shfaqen në një ekran se çfarë po ndëroje. Edhe po ndëronte gruan e vet edhe te filmi aty. Edhe sa po pati ato intimitetet aty që siç po imagjinonte ai në ëndër aty, lëshonte një puls aty që të funte një elektricitet të vogël, ti zgjohesh edhe ndërpritesh ajo. Mos të kishe kështu domethënë. Mos marrë me fare. Domethënë t'ia fshinte komplet ato punën e ndjenjave, emocioneve, të lidhjes me gruan tënde, dashurisë këto mëra, mos të ekzistojnë këto gjëra. Vetëm na zhveshin nga çdo gjë e bukur që njeriu karakterizohet. Mos ketë emocione, mos ketë dhemshuri, ndjeshmëri, të na bëjnë si djalli vet alla. Të urrejmë, të kemi të mirë, të sfidojmë atë tjetrin, mos ta shktrim kur krahun sa do nevojë që të jetë ai, domethënë ta bëjmë pa shpirt. Tani kjo punë, kështu ishte kjo punë e globalizmit, rrafshimi i çdo gjëje. Histori, flamur, gjuhë, kompsi, identitet, të gjitha t'i fshin. Nga ana tjetër kemi ekumenizmin që do të bëj rrafshimin për sa i përket dogmave fetare. Do të bëhet një fe.
Do bëhet një fe universale. Është duke u krijuar kjo tani apo thuaj të ndodhe afat? Jo, është duke u krijuar. Është duke u krijuar. Edhe po e lancojnë kështu pjesë, edhe luajnë me këto fjalët, se e din ato efekti fjalëve se si funksionon në subkonsciencë. Është ajo që na e paraqeset si harmoni fetare. Po. Ajo është ekumenizmi realisht. Edhe çfarë bën tani këto? Thon harmoni fetare, edhe nga që bie leku mollë nga lart, edhe këtë lëvizjen e ekumenizmit të globalizmit fetar, financohet nga vetë familja Rockefeller. Kjo çfarë bën tani? Edhe çfarë bën? Hidhet para e madhe, e reklamojnë në sytë tanë, edhe shikojmë atë skenën në bulevardeve. Del një ortodoks atje, del një hoxh, del një kardinal atje dhe ecin kështu krah. Nuk po bëhet një reklam aty. Që ti fillosh të mësohesh avesh. Se kry lëvizin ata. Domethënë të bëjmë përzierjen e feve. Që njerëzit mos të kenë atë ndarjen që shiko unë kam këtë time, ti ke atë tënden, po të fillosh ti pranosh, sepse ideja qendrore e gjithë kësajt është që në fund fare një Zot është për të gjithë. Po. Këtë duan që të pranojmë. Edhe po ta dëgjosh edhe si shprehje e përditshme kjo. Një Zot është për të gjithë. Edhe kanë pranuar domethënë, po se kuptojnë që ajo është komplet e gabuar. Sepse duhet të shpjeguar që kjo vërtet është një Zot për të gjithë. Po ta marrim nga e kundërta, po këta të gjithë janë për atë një Zot? Sepse ai vendosi ca rregulla, caktoi disa gjëra, edhe është një besim. Tani vjen djalli dhe ka shpikur me qindra, me mira besime. A dhe gjej tani ti se kush është. Ky që nuk mund të jetë Zoti për të gjithë, ai është për ata që e ndjekin ato gjëra që ai caktoi dhe vendosi këtu në tokë. Kto thonë nuk ka rëndësi fare ajo. Edhe budisti një Zot beson, edhe konfucianizmi, edhe brahmanizmi, edhe çfarë dush ti. Një Zot kanë. Ky që s'ka problem tha. Edhe ti e shëshon komplet. Domethënë unë jam kot këtu ku po besoj. Domethënë është në rregull dhe ai, këtë duan të vendosin ata, që jemi të gjithë në rregull, kemi një Zot dhe adhurojmë me forma të ndryshme. Po tek ai njëjti shkon prap. Kjo është hile. Edhe paraqesin me këtë harmoni fetare. Që të gjitha kanë hile këto, Alex? Po sigurisht që kanë hile, bur. Tani, pse diskutojnë harmoni këta, neve harmonim, po marrim vendin ton? Që na identifikojnë si shtet laik. Si jemi laik neve këtu? Ne jemi çdo gjë, po vetë se laik nuk jemi. Shqiptarët besojnë valla, pjesa më e madhe besojnë, s'po kapim ato ateistët. Edhe s'po diskutojmë, nuk ka rëndësi tani ku besojnë. Ka rëndësi, po tema është kjo, domethënë që jemi njerëzit besojnë këtu në Shqipëri. Si mund të na identifikojnë ato në përbot kur jemi vend laik? Domethënë vend ateist. Shikon? E duan dhe këtë gjë ata. Njerëzit të shku plot kishat, shkojnë për xhamira ku shkojnë aty zgjedhja atyre, këto thonë vend laik. Jo më dha se jemi vend laik. Edhe thonë pas këtë harmoni fetare. Neve harmonime kemi pasur gjithmonë në këtë vend. Je kena çuar mirë rreth krishterët me muslimanët me njëri tjetrin, e kemi respektuar zgjedhjet e njëri tjetrit, kemi pas marrëdhënie. Kemi respektu. Po këta kanë skem tjetër komplet që ne të kenë më kollajt ndoshta e lidhin me ato që do sjellin atë Zotin e vet ato. Më thoni zot. Po, ajo është. Andaj po e bëjnë ato që ne ta kemi më të lehtë për ta pranuar, që të mos japim gjithë secili mos i japë rëndësi besimit vet, aty që ku beson vetë. Po, që ka mirë dhe ai atje. Po, që ka mirë, kjo çon ka, edhe ka dalë kjo shprehje, rëndësi ka mos bësh keq. Po, që shumë gjëra të rëndonta ajo, mjafton mos bësh keq, të bësh mirë, po kjo gjë është shumë e cekët, e pakët dhe shumë. Po nuk është ky qëllimi asaj. Nuk është ky qëllimi, thjesht mos bësh keq. Qëllimi është të bësh ti i mirë vet. Po këto thonë që meqense nuk i bim qafat e tjetrit në rregull. Nuk funksionon. Po, veç kaq, nuk funksionon, nuk është veç kaq. Nuk marron aty kjo çështje. Tani këta duan ta bëjnë këtë unifikimin që të sjellin atë Zotin e tyre, domethënë, sjellin atë drejtuesin e vet, që do të jetë ajo dora e vetme që do i komandojë, do të komandojë gjithë vendet e tjera për shkak të këtij globalizmit edhe për pjesën e ekumenizmit fesë, domethënë që do sjellë vetëm një besim që do sjellin ata. Edhe aty kalon çdo lloj gjëje domethënë. Nga njëshi edhe janë si dy tapeta që po i shtrojnë, dhe po nuk i shtruan këto nuk mund të vijë. Nuk ecën ai njëshi këtyre. Kupton ata që po e përgatisin tani atje në Izrael, se janë duke përgatitur njërin, i referohet shpesh Netanyahu këtit, Mesias thot.
Tempulli Solomonit po e ndërtojmë që ta furnizojmë atje, vini re se del ai e bën ca deklarata të tilla aty. I ka thënë tani se fundmi? Nëse është i njëjti dhe nuk është në inteligencë artificiale. Se prap dyshon që Netanyahu që s'është ai kishte dalë në palestër duke po stërvitje. Po palestër ai. Tani kështu që ka vajt muhabeti duhet me dyshu për gjithë tani që dalin në televizor. Jep edhe rëndësi dhe vetes, mos më më bë fare përshtypje domun, nuk më jep fare emocion kur del ai domun, nuk e di. Sinqerisht e kam. Kur del ai. Si emocion ti javi? Jo, emocion në kuptimin që si kushton e rëndësishme, thjesht kështu, as nuk kam interes për me kliku videon, të po them, për të emocion. Ai është person i urryer komplet burr. Në kuptimin e kisha që nuk më jep emocion që të them ore prit ta shoh ç'do thot. Nuk e fare kurrësh. Fare. Thjesht e kaloj kështu. Do shoh më mirë të shoh një gjë që është gjë më e parëndësishme, do shoh atë. Se sa të shoh Netanyahu që na bë tani, e di që më keni kërku, thot ja ku jam tu, po bëj palestër tani. Po jo kam jam mirë. Që shohin gjë mediat, i bëjnë lajme, munohen bombardojnë me këtë. Atë ndoshta kanë ne qafe atje dhe edhe nxjerrin një aty sikur po palesë, shikoj jam shëndosh e mirë domethënë, nuk ishin të vërtetë ato që dëgjuat para ca kohe. Tani e kemi siç e kemi theksuar disa herë këtu që duhet të dyshojmë për çdo gjë që na servirin. Tani është koha 2026 dhe sa më vjen më keq bëj që do të dyshosh akoma më shumë, sepse hipokrizia, shfaqjet teatrale janë shtuar akoma më shumë. Edhe du me bo vërtet kujdes se çfarë na servirin. Mos i pranoni gjërat siç ja thot televizori ata. Se është kthyer ai drejt televizori, është kthyer në një e vërteta absolute. Kur vin me atë shprehjen e tha televizori. Kush është televizori? Jo, tani kanë kaluar te kjo, e tha ChatGPT-ja tani. E ka qenë. Tjetër futja vetes tani. Që ChatGPT-ja i ka burimin nga ChatGPT-n. Pyes ChatGPT. Më tha kështu. O prit, si ChatGPT-n. Që i merr nga Yahoo-ja dhe nga Wikipedia ato aty dhe çat thullin disa që komandojnë këto, ato do të thotë ChatGPT-ja. Këto e kanë kaluar domethënë sikur është zoti elektronik tani. Po, ajo. Ne kena thonë që ajo është tani do të vendosin të na komandojnë kompjuterat më dha. Tamam, filmi Terminatori, 1-shi, 2-shi, 7 sa ka vaj tani. Siç është ajo te filmi te 1-shi po ta vini re se këto japi edhe nëpër filma dha. James Cameron. Se janë këto emrat të regjisorëve të famshëm. Thoshte aty te 1-shi atje, ku shpotoi Sarën aty, se po i gjemonte Terminatori, edhe ishin në një parking në ato momente dhe i tha, unë vi nga e ardhura, thoshte, edhe në kohën time na vendosën të gjithë një numër, një vul në dorë. Edhe nxori mangën ai aty, edhe kishte barkodin që kanë paketat e këto produkte të makinit. Po ishte filmi 84-s kjo. Tani ke me damk, me vull, reze lazeri që nuk e shikon. Edhe këtë kanë frikë se ndodh atje në rinas tani atje që hoqën të dokumentat, edhe të thotë, qëndro ti aty të bëj një blica i ty flau këtu, aty ato të kalojnë vullosje elektronike, është në formë digitale. Nuk është e jashtme, nuk e shikon, është e brendshme. E ka ose në ball ose në dorën ku ti do vendosësh, se kështu që thotë ta libri zbulesës, ose në ball ose te dora e djathtë. Aty keni kujdes se aty më duket se ndodh vullosje damka elektronike, se ka disa forma, nuk është vetëm qipi që kemi thënë, e kemi përmendur disa herë, po ndodh dhe me anë të reze lazerit. Ai blici që bëhet kur qëndron në një, sa aty qëndrojnë kështu pa lëvizur në një moment ata. Ata jep një plau aty. E aty ato të vullosin. Se po paraqesin tani shife se me këto gjëra të bukura vinë. Lehtësi, shpejtësi, siguri. Po ti tha këto të treja ta kanë me të futme. Se nuk i plas as njëra, as tjetra, as më tjetra. Ato, siç e tham dhe në fillim të kësaj, ata kujdesen si të ta nxjin jetën. Jo për ta të lehtësuar jetën. Edhe kur vjen me këto gjëra të bukura, aty do të dyshosh fuqishëm. Sepse shumë thjesht nuk i plas fare për neve. Na lehtësojnë jetën. Nga momenti që ata po na nxjin jetën dhe duhet që tikin nga ky vend, çfarë prisni ju nga këta? A di si e bën këta? Ata mblidhen aty çdo ditë në zyrë për të justifikoj punën e tyre. Del ai i pari aty dhe thotë, "A kanë njërin ai mendim si t'i afusim këtij popullit?" Edhe çon dorën njëri, mendova që t'i afusim kështu. Edhe i ke ato policat të gjitha ne vendosin gjobo makinave pafund. Po mirë, ku do e parkoj makinën ai? Po kap një rast banal, se ka plot me raste të tjera. Ku do e parkoj makinën ai më vëlla? Që shkojnë ata bastardët atje. Vetë e bën në atë formë ato që ti mos kesh ku ta parkosh, se na e morën hapësirën.
fusin 200 makina në ditë, makinat e reja këtu, njerëzit blen nga e kanë kthyer shoqëri konsumatore dhe kanë shku tani të blende 3 makina. E shoh aty por shtëpisë time, linoj e trondit gjithë lagjën ai, që të nxjerrë këtë makinën aty, të fusi ato 2 veta, të fusi edhe të tretën aty që mos ta vendosi njëri tjetër atje. Kupton, janë kthyer edhe kështu tavmaqar. Edhe pastaj ankohen për këto, për gjobat. Këta e din që është tengo për Tirana me gjoba, edhe i ndajnë ato zonat. Sot do shkonin në filan zonë, putenin gjoba. Nesër do shkonin në filan gjobë, putenin nxjeni edhe. Kupton apo si kanë çuar 20.000 lekë tani? A që kanë çuar gjoba tani? Ka 20, ka 30, ka 10, ka nga të gjitha formën, kot. Gjob kot. Ti s'ke lëviz ndoshta s'ke lëviz fare me makinë, të vjen në gjob ke shtëpia. Ajo është grabitje me stil, grabitje me ligj. Grabitje dhe nxjerrje jete, mërzitje që ti të mërzitesh vëlla nga ky vend. Thuash nuk bëhet më ky vend. Ato kjo shprehje që i pëlqen më shumë ti atyre. Që ti tikësh atje, të nxjerr tjeta, tikësh nga parajsa, tikësh në ferr, dhe ai atje ku është të vi këtu, aty ku ti je pastaj, që të kesh mundësi më u kthy më këtu, ti mos kesh ku më u kthy më këtu. Se s'kthehesh dot më. Ore mos ta çosh ndërmend apo. Edhe sa ta çosh ndërmend të kapi drithërim aty jorës, kthehem unë atje pra nga e para. Kjo është lëvizja që po bëjnë ta. Po më burr. Do të thënë janë të zgjuar. Se këtu edhe ata që thanë pak më lart, ata që vinë nga Filipina, që vinë nga India, nga Pakistani, nga gjithë ato vende domethënë, vinë këtu rin disa muaj ikin prapë edhe ata. Se edhe ata nuk nien rehat. Edhe gjithë kjo lëvizje bëhet vetëm që të krijohet një lloj si puna ti ujë domethënë. Vorbull. Bëjnë një vorbull të trazojnë gjitha ne domethënë situatën. Sa që të bëhet i lëmsh edhe të eliminohen sa të eliminohen nga këta, edhe pjesa tjetër të lodhen edhe të thënë po, okay, ju fituat. Po në fakt edhe kjo nuk po ecën atyre, se vërtet këta të kishin thurin plane dhe kalojnë Patjetër, ne po flasim atë se çfarë po ndodh tu. Po se kanë asnjëherë të garantuar atë rezultatin. Ja, një rast është kjo, domethënë vinë këtu, shohin si është, edhe ikin vetëm me këmbë të tyre pastaj. Mirë, se edhe ata që po vinë, se ne nuk e kemi me ata që po vinë. Ne kemi me ata që me këta që po i sjellin. Që po i sjellin, ata që kanë bërë gjithë formën, se kjo është ajo që dohet të sqarojë në fillim. Që ne nuk është të po flasim për të krijuar ndasi edhe me njerëzit e tjerë nëpër botë. Kupton? Nuk është se si edhe ata atje ndoshta po i bëjnë diçka, një arsye, po i kanë dëmtuar diku. Të njëjtën gjë po i bëjnë atë. Bravo. Po të njëjtën gjë. Ne po na çon atje, ato po na vinë këtu vetëm që të krijohet ky kaosi. Po për një përzierje. Ja, pastaj vinë ato me zgjidhje, ke menun ne thotë, ai del atje ai njishi. Do bëhet kjo kështu pastaj thotë. Ktu mund të ketë shumë krah pune, po del ai rop. Përse s'u dëgjoj. Ai rop si gjatë se desha të dëgjosh kjo. Po se nuk e kanë ndjes. Se e kam fiksim ta quaj ashtu, del aty ai dhe del e paraqet situatën sikur është dram këtu, sikur asgjë nuk shkon, e bën alarmante. Shqiptarët janë dëmbyll thotë ai, nuk punoni, punë ka, po s'ka dëshirë për punë, s'ka profesionist, gjena ai se ka. Ofendon, domethënë ai është profesionist ai është njishi domethënë. Po ai punon shumë, ai bën më shumë për vendin sesa për veten, tha ajo, kuç ka tjetër atje? Kush? Ajo që doli atje në një emision atje, sepse kryeministri i Shqipërisë, bori dhe vuzat siç i bënte kryeministri, bën ca kështu ajo, do ta imitonte edhe në lëvizje, në gjeste. Bën ai shumë për vendin sa nuk bën për veten. E mamen atë që tha ajo njona një maca. Kështu kanë thënë gjithë ato. Kështu kanë thënë gjithë ato. Madje edhe Spiropali thashë deri dje tha për Ramën që është kryeminist, është ndjes. Që tha për Ramën që është ky burri këtu, ky e bë Shqipërinë, është Skënderbeu. Po që thua. Edhe tani kanë filluar për plasje me njëri tjetrin. E ka nxorri ai, e nxorri nga mbledhja, dil për jashtë tha. Deri aty. Nxorri don. Ku është Spiropali tani që deri dje thoshte për Ramën që është Skënderbeu thoshte. Po. Ju kthim bumerang e gjitha kjo. Po furçe kështu lëpi. Edhe ne kur themi ne ata shqiptarë që janë pjesë e këtyre, e kësaj maskarade, e kësaj tipi slliku të madh, domethënë kësaj agjende të fliqur që na ka ndarë me njëri tjetrin dhe një pjesë na shohin ne si të prapambetur, si njerëz ku dion si na shohin domethënë, ne nuk është si na mërzit fare, nuk na mërzit kjo gjë, as nuk na ndikon fare, nuk ju kemi në hesap tonin fare domethënë. Ju që na shihni në këtë lloj forme, ju jeni patronazhist njerëzit më të fliqur që mund të ketë njerëzimi dhe ka pas të herë njerëzimi domethënë. Jeni më keq si ato qend
Ato qenë që rrin koshave të plerave. Edhe madje më i nderuar është ai qeni që rrin kosh plerave, si sa ato kokrat e legenave, ato patronazhisët, ato njerëzit e fliqur, pa gjak, pa shpirt, pa zemër, pa din, e pa imon, pa si lloj gjoje. Jeni njerëz bosh, njerëz që frymoni kot. Edhe dilni e shani sa ndek të domethënë, I gëzon sa të kockës që Para atë çapën e bukës ju japin ato. Tamam që. Njerëz, po kjo gjë kam ju kthy më. Kam ju kthy, po puna është që ju t'ju kthehet e mirë t'ju bëhet. Po puna që unë nuk vjen dot. Nuk vjen dot. Këto janë ata, por prandaj janë aty ku janë ata. Prandaj del ai bon fryet e bon e ecën e ku dion, edhe çon edhe fjalë pastaj, ka fol keq ky flet. Jo më keq do flasun. Keq do flasun. Edhe kjo nuk është keq fare. Kjo që po bëjmë ne këtu nuk është asgjë keq. Kjo është e vërteta. Dhe të vërtetën ne do e themi valla, në format tona. Kush është burr, edhe kush do, hajde bujrum ta themi. Se kjo që po ndodh në Shqipëri është ekstrem valla, është fundi valla, është fundi. Por e hapni sytë valla, zgjoni valla. Zgjoni realisht zgjoni se po na shkatrojnë. Po na shkatrojnë më. Nuk e di, nuk kam fare asnjë interes as gjë. Nuk kam asnjë interes. Siç po ndodhin në disa vende që shkojnë. Asi do e shihni edhe ata që vazhdojnë thonë ai do e shih. Do e vidhë ju, pa mëra. Po totja. Të veni. Po. Siç ndodh në plot raste që kemi parë që shkon tani shteti pa pik turpi, shkon I merr shpinat I tjetrit. Po, pe skemën tjetër që ishte ajo me faturat e ujit. Nëse ti spaguan ndjes të dritave, nëse ti spaguan faturën e dritave, të energjisë domethënë, ai të vjet merr shpinë thotë. Ç'lidhje ka për edhe dritat. Unë s'po them, nuk jam me këtë që çdo njeri do të paguajë detyrimin për shërbimin që merr domethënë. Jam dakord me këtë. Do ta paguaj çdo kush, se kush jam unë që paguaj, ti s'paguon domethënë, kupton? Ai mund të pakorrente vëlla, po ti marr ti marr shpinë, ç'lidhje ka kjo? Strehen. Po, ç'lidhje ka? Prej dritat domethënë. Çdo kush do të paguaj për shërbimin ose për atë që merr domethënë. Nëse jemi qytetar të këtij vendi, nuk jemi të barabartë të dy. Nëse unë e paguaj dhe ti se paguon domethënë. Ose ti bën lidhje të fshehta apo ku diun, forma të tjera. Pra ti jemi të barabartë vëlla. Edhe që dalin këto pastaj më kujtu me këtë të parabartën, që filluan qanë gjithë shqiptarët, e gjithë këto analistët, e gjithë gazetarët, e gjithë mediat, që qanë për Ilir Metën, në pse kishin fut në kafaz atje që vi bënin gjyqin atje. Aty tri ai presidenti, si ka mundësi. Presidenti italian aty, nuk po për shqiptarët e tjerë që për diçka të vogël ose ku diun për një krim apo vëlla barabart, përpara ligjit të jenë barabart. Madje Ilir Meta dhe lloj soji atyre që janë akoma dhe në pushtete kanë karriget, aty edhe aq e kanë pak. Për kaq sa e kanë çuar edhe kanë bërë të keqe këtij vendit. Edhe dalin këto tjerët, del ky Saljani tani, flet kundër Berishës, kupton? Flet sot Berisha thotë për lidhet me krimin me këto. O çuni mirë. O njish. Po djema, pse se the vëlla? Dje kur ishe krah për krah me Berishën. Pse se thoshte vëlla? Aty po kaq legena jeni, kaq maskare jeni. Del tani, u bë tani burri keq Berisha. Po burri keq ka qenë gjithmonë Berisha. Qof Berisha, qof Rama, qof Ilir Meta, gjithë këto maskaretës që janë gjithë bashk. Që Berisha del, I vite keq Berishës sot, si kishte dalë një deklarat, I vite keq për Ilir Metën. Deri dje çfarë si ka thonë për Ilir Metën. Ose Ilir Meta për Berishën. Por kur kanë interese për njëri tjetrin, kur duan mbrojnë njëri tjetrin, I japin dorën. Po dalin ne këto përfitojnë nga kjo, si I japin show, spektakël njerëzve që të harrojnë, domethënë. Këto përfitojnë se shqiptarët janë harraq. Duke filluar nga unë, nuk po them si jam unë më I zgjuar ose jam e dinë atë gjë ata. Jemi, na kanë bënë, po na bëjnë cirk, po na bëjnë spektakël, po na bëjnë magji nga të gjitha gjonat. Pra, hajde unë themi gjë, tjetri thotë gjë tjetër, hajde të jemi të bashkuar. Hajde të jemi bashkuar, mos ngrejmë atë secili nga këta. Ulla këto na detyrohen, këta na detyrohen. Ora çka kanë bëmë valla? Ka hyrë po mbaron mandati 4 I këtij. Çka ka bëmë valla? Ha? Po ai do ta çoj sa më gjatë, po neve nuk do ja bëjmë qefin atit.
Nëse kërkojnë ndjes, më irriton, më irriton si kjo është ne po flasim për globalizmin, po flasim gjithë botën. Po është ideja këtu që është ajo shpreha që thonë që ore çfarë po na intereson me botën. Po pjesë e këtij globalizmi po do me na fut edhe ky. Po një pjesë e kësaj botës është që kështu që do të hajmë gjithë. Jo, edhe ky atje po na fut ne domethënë. Rasti konkret me digitalizimin, ne po jemi direkt pas Kinës, ne jemi raste eksperimentale, kupton? Po për eksperimentale është kjo. Po. Edhe njerëzit po e pranojnë, nuk po kuptojnë fare se çfarë është aty në rinës. Po ajo ka për të kaluar edhe në për sektore të tjera valla. Ka për të kaluar në për shkolla, ka për të kaluar në për institucione, shtetërore dhe private. Edhe derisa pastaj të bëhet ajo pagesa me kartë. Do zhdukin dhe paran. Gjithë ajo është. E bën një përpjekje gjatë pandemisë, e mbart mikrobe, thotë, transmeton mikrobe. Ne jena mikrobi gjithë ne. Mikrobi ka ekzistuar me njeriu që kur doli nga kopshti i Edemit njerëzit e parë, që aty fillon mikrobet që ekzistoshin në atmosferë, në ambient. Njeriu ka nevojë për ato. Ti në ato mikrobet natyrale di ishte mirë. Nga ato ku ti gjesh se ka nevojë edhe robi vetë për mikrobet, vetë trupi antitrupat. Por ç'është të punë japin kështu më të ndërtuar vetë në laboratorët, nga s'punoj fusin në ushqim. Dhe mos flasim vetëm për ushqime, do të më bëu një emision vetëm, me fol çfarë ushqimesh po hajmë, ç'a kanceri po i fusin vetes tonë domethënë. Ti shiko dhe edhe Bill Gatesin e ke çdo javë bën spërkatje me mushkonja artificiale që po të pickun ato ka futur të grafenin që kishin vaksinat. Më imagjino çfarë po bëjnë ata, po derdhin lek me na shkatruar, me na mor jetën ambur. Nuk e diskutoj spërkatjet pastaj. Ja kishim me spërkatje sot, është e martë sot, ë? 5 maj është sot. Se i bi. Ku dinë që na humb sensin e 5 është, nuk 5 është 5. Po 5 maj. Spërkatje, di kishim kod pastër, bërën kursim. Ku nga gjithë anët po na helmojnë. Si është pjesë e agjendës së 2030 dhe kjo puna e kësaj të spërkatjeve që na bën. Nga gjithë anët po bombardojmë nga gjithë anët. Barium, aluminium që përbëjnë kancer për trupin, për fizikun ton, për organizmin. Çfarë është kjo më? Për organizmin ton. I kemi në për ushqime, i kemi në ujë, kemi në ajër, kudo, vazhdimisht. Tani, se nisa po thënë ato, siç po i marrin disa shtëpive njerëzve, disa tjerë po ja shkatërrojnë fare. Ajo është një mikrografi e asaj që ndodh në rang më të gjerë në këtë vend. Siç po i marrin atyre shtëpitë atyre, po na marrin në këtë vend, Shqipërinë në tërësi. Po fjalë, bravo. Ashtu duhet me pa, bravo, e ke thënë shumë bukur, e ke paralelizuar shumë bukur. Pra ne kështu duhet shohim njëri tjetrin. Siç e shohim për shembull që dikujt po ja marrin shtëpinë, do ta shohim që është ajo me fabula me zjarrin. Pra, siç po ja marrin disa, do ta marrin dy nesër. Po siç po ja marrin njëri tjetrit çdo ditë që kalon, kështu po marrin Shqipërinë. Pra, nëse i merr shtëpia dikujt, duhet të kuptojmë mesazhin që po merret Shqipëria. Kjo është siç Rama ose një oligark ose njëri që ishte edhe video, nuk e di, e peta video bashkë me policinë dhe një nga këto biznesmenë kishin keq trajtuar djalin dhe atë nën. Po futë bjerë domethënë. Dole zonja me duart e nxime rreth me policinë, valla, futë bjerë domethënë. Biznesmeni ishte aty për të parë tokën që do merrte. Që do merrte, po. Do merrte aty, çelpsi. Peshka. Po thënë, ajo është që thot populli jon, peshku madh apo peshku e vogël ose ligji i xhunglës. Vjen ai dhe vëlla dhe thot, "Mund pëlqen ai vendi aty, ja vën syrin ai atje." Prandaj, uroni që u ndihmoj Zoti njerëz, na ndihmoj gjithë, domethënë, po ju që keni këto pronat e shpërndarë në përvende, uroni mos ja vëj syrin në një peshkaqen, se po ja vuri, nuk i plas as për letra, as për trualla, ku dëgjon me i keni apo si keni të ligjshme, fare nuk intereson. Do i vija i tjetri me ofertë më të madhe. Do thot unë kërcas kaq para. Aty pasaj thot i shpikin ato justifikime, se i kanë thesin plot me justifikime. Po jo se shiko si një dosje filan vitit e nxjerr të mangut këtë procesin e pronës tënde i gjejnë alla. Që mos i bim gjatë. Ashtu siç po ja marrin shtëpi disave dhe disa po ja shembin, shikojeni më gjerë. A është e njëjta përpjekje, e njëjta tentativë për t'i bërë gjithë vendit në tërësi që ta na e marrin. Siç pjesa e saj është ajo djegja që i vendosën gjithë jugut para pak muajsh. Duan na marrin shtëpinë, duan ta marrin Shqipërinë, ta marrin atë dheun. Siç po marrin atë dheun, po marrin gjithë botën. Kjo është globalizmi. Tema dhe më gjerë, domethënë punojnë në qeveritë. O Aleksi, ta shpjegojmë që mos ndryshojmë fare tani. Çfarë synohet valla? Na thuj pak atë tani agjendën e këtyre botërore. Çfarë synohet të bëhet? Kjo është pak a shumë e globalizmit, edhe të theve e tham që duhet i fusin në një kazan. Këto të dy që lymat, globalizmi, ekumenizmi është globalizmi fetar.
Të dyja këto qëllimet ka vendosur këta të qinjt, kanë vendosur një menaxher që do i menaxhoj të dyja, se në fund fare do e vendosin këtë. Se kush është ky? Ky është Papa i Romës. Sepse po ta shohësh ai ka dy pushtete, ka pushtet politik, po ka dhe pushtet fetar. Çfarë do li kjo? Do me fol. Okej. Vazhdojmë. Nuk ka u dojën që herën tjetër. Këto janë ato të dyja që do nxjellin. Kanë vendosur Papën në krye të kësaj përpjekje. Pasi kanë arritur të shtrojnë dy qëllima, do dali ky pastaj në fund fare. Tani Papa do të jetë ke qëllimi i igumenizmit. Të dyja do jetë ky. Të dyja? Po, sepse ky është edhe lider shteti, shtetëror politik. Shtet brenda shtetit, siç duan të bëjnë edhe këtë shtetin këtu, siç është Vatikani, pra që është Papa i Vatikanit, por Vatikani është edhe ajo e fetares, por është edhe shteti brenda kryeqytetit domethënë Romës. Për sa i përket Papës, e kemi te libri zbulesës që thotë aty Johani pash një qingj me dy brirë, thoshte atje. Simbolika e saj është Papa. E interpretuar është Papa i Romës. Pse do thonë, pse qingj? Sepse hiqet si i mirë, vishet me të bardha dhe shpërndan paqe gjithandej. Kjo është pjesa e qingjit. Brirët, sipas gjuhës së shkrimit të shenjtë, simbolizon pushtet, sepse forca e kafshës qëndron në brinjt, në brirët. Mirë, po ky ka dy. Këtu bëhet ajo lidhja që është lider politik, është dhe lider fetar. Prandaj është ky menaxhuesi i kësaj i shtrimit të këtyre dy qëllimeve. Kur të jetë realizuar kjo, si ka mundësi që e kanë sjell kaq afër për shembull në Rom? Vatikan domethënë. Po aty sepse kjo lidhet me perandorinë romake dikur që aty është qendra e perandorit. Edhe ky është Papa është perandor realisht. Prandaj termi i saktë është Cesaropapizëm, se ka edhe pushtet politik edhe fe, edhe është Cezari, dikurshëm, perandori i Romës, dhe papizëm, sepse nuk është krishterim, quhet papizëm, se s'ka lidhje fare me Krishtin Papa. Jo, ka lidhje për nga e kundërta. Kupton, do të cilë atë tjetrin. Prandaj Tefroni vet ka kryqin mbrapsh. E ka këtu ku ulet, kur ta shikon ulet, ka kryqin mbrapsh. Edhe është një blasfemi e tërë, po ta shikoni atë koronën që mban ndahet në 3 pjesë. Do me thënë, ka pushtet në qelloret, toksoret dhe nën toksoret. Do thënë, është blasfemi e gjallë papizmi. Atë që do bëj antikrishti për ti. Ka pushtet edhe mbi qelloret? Po, prandaj ka ka një vezë. Po, si e ka? Se okej, këtu hajde po e kuptojmë, po e themi dhe po e shohim domethënë që e ka. Që posta falja i këtu nuk i falur as në qelti. Ka pushtetin e të falve të mëkateve, kupton? Po për poshtë pastaj? Sepse është i pagabushëm, kështu thonë, është i pagabushëm ai. Po në tokë si ka për poshtë? E shpirtrave që po doj mund t'i nxjerrë që andej, ti çoj lart. Po të them është blasfemi e tërë, domethënë atë që Papa simbolizon sot është një mikrografi e antikrishtit, Mesias e hebrejve, pseudos, që do ta silli nesër pas nesër. Çfarë ka ky sot, ky çuni me të bardhë atje në Vatikan, do i ketë dhe ai. Edhe ky Leoni, ky amerikani, Po, nuk ka rëndësi kush Papa është. Nuk ka rëndësi. Thjesht kur themi Papa, nuk e Papa është më fuqishëm se Trumpi, pra duhet të them që kjo përplasje e fundit që ka pas midis Papa Leonit dhe Trumpit, është më i fuqishëm se sa Trumpi? Trumpi nuk llogaritet fare para Vatikanit. Është 1 milion para 1 luani. Ky është krahasimi që mund t'i bësh. 1 milion para 1 luani. Si ka mundësi që tolerojnë Trumpin ato me shku deri në të pikë që dele flet ai kundër tyre, kundër Papës për shembull, Papa Leonit. Kur një regjisor do të ndërtoj një film, një skenar, thret aktorët e duhur sipas karakteristikave të fytyrës, sipas rolit që do marri, janë ato fytyrat e lezetshme që do bëj rolin e mirë. Ka ato fytyrën e egër që do bëj rolin e keq. Edhe i jep skenarin e regjizori. Ti do thosh këtë. Ti tjetri do përgjigjesh kështu këtë. Të gjitha ato që shohim televizor neve, ka një skenarograf nga pas, edhe i thot, ti do dalësh televizor dhe do thuash këtë. Ti zari tjetër nga Vatikani do dalësh dhe do thuash këtë. Edhe do japi një përshtypje caktuar popullit, publikut. Prandaj e theksoj, jeni duke parë show, shfaqje teatrale në televizor. Mos i besoni asgjë. Ose merrin nga e kundërta. Kanë përplasje ata. Janë në super paqe. Po thjesht duan ta kalojnë edhe
një ide që të caktuar që do të kalojnë. Po Vatikani është i frikshëm fare. Është i frikshëm, ka ushtri, ka banga, monedën e vet, tani duhet me nxjerrë monedën vet tani ata. Po e moneda që është? Që njihet brenda aty në Vatikan. Meqenëse është 18 vete. Shi, hajde. Çfarë s'ka burr? Edhe ka qytet dhe shpirti shenjtë bankën. Se ç'a lidhje ka tani ajo me atë, është qelloret me toksoret. Ka florirë më të madh në botë, që kur me ato kryqizatat e katërtën që bëri, që shkoi gjëja për të çliruar vendet e shenjta në Jeruzalem. Mirë, po qëllimi ishte të merrte Thesari nga poshtë, që ishte në poshtë tempullit të Solomonit. Aty. Edhe ke vendin më të pasur. Në Vatikan është ai? Aty është përqendruar Thesari që ka pas atëherë. Ashtu, ha? Po. Gjithë tavani është një flori i tërë, siç e kemi thënë atë rasti kur bëri atë bisedën me Maradonën në Tele. Se dalin kështu kanë dashuri të madhe. Ishte me Francesku në kësaj radhe. Ai që han kalamoj, thoshte, "Më vjen keq", thoshte, "Por fëmijët e Afrikës nuk kanë ç'a hajnë." Shit gjysmën e tavanit, tha, dhe e zgjidhe problemin. Gjysmën, gjithë ajo Afrikë, gjithë ai kontinent. Gjysmën, e jo më të gjithën pasaj që kishte zgjidhe problemin e Europës, që ka krizë ekonomike tani, do bëhet më keq. Kupton, Papa i menaxhon të dyja këto lëvizjet, edhe do vi një moment pasaj kur të jetë kryer 100% të dyja këto shtrimet e tapetës që fillon këtu e mbaron atje, që çdo gjë është gati, çfarë do bëj tani ky tipi? Do thot, merreni atë tani dhe bëheni mbret. Do thot ky? Papa do thotë, si kanë thënë ato që të thotësh. Po, se Papa është pseudoprofeti që thot te libri i Zbulesës, që do reklamoj Antikrishtin. E do thot, merrni atë dhe bëheni mbret, do thot. Pasi ai të ketë fituar gjithë besimin e besueshmërinë e njerëzve, njerëzit do i besojnë atit, se do sjellë gjëra shumë zgjidhje. Edhe do e marrin të mirëqen këtë që do thotë ai, atë sugjerimin atë që thotë merrni këtë dhe bëheni mbret, do ja pranon njerëzit. Meqense thot Papa, edhe do vi Antikrishti pastaj. Edhe do reklamohet ai sikur është i kulluar, i më i mirë, i më i drejtë, pra, drejtuesin të gjithë botës dhe zgjedhë Papa. Po, domethënë ky thjesht po e përgatit ardhin e tij. Po e kuptova, por ky do zgjedhë edhe kështu domethënë që ta shohin gjithë publikisht. Po, reklama do bëhet nëpërmjet këtij. Edhe do i thon këtij çikët për ato aty. Do dalin televizor ai balkoni famshëm atje. Bravo. Këtë po thoya, pra do dali, do duket kjo, do shifet kjo gjë që Papa do ta zgjidhë me ceremoni me të gjitha. Ky do jetë. Po, aty dalin ato mesazhet e forta, siç ndodhi me Franceskun atje që lëshoi 2-3 plumba atje dhe direkt nga mbrapa lëshoi 4-5 korba. Edhe i grin, i coptun atje në ajër. Edhe pastaj shohim atë që filloi në Ukrainë atje pastaj. Domethënë çdo gjë është simbolik që bën atë atje. Edhe do dali këtu balkoni vogël atje dhe thot ai atje është që do japi zgjidhje dhe do dalim nga shumë rrugë pa dalje, probleme, ai është zgjidhje do thot. Edhe do reklamohet ai, edhe do vendoset në qendër të botës. Mirë, ky do jetë një person vetëm, the one. Që atë The One njishin, e shikojmë shpesh në filma, dhe ai syri atje është syri atit. Do reklamohet ky edhe do visi i mirë. Se nuk do të visi ujka ai, do të visi si mamadhia që të mashtroj njerëzit. Shife, kam këmën e bardhë, mas e kanë gjyrë të mjelli. Do jetë i drejtë, do sulmoj ata që që bëjnë shkelje, do i bëj si shembull para tjerëve. Deri sa të fitoj besimin e tyre, se nuk mund ta marri me dhunë, nuk funksionon ashtu. E kam në përdorur. Njerëzit do e besojnë atë, do e fitoj besimin e njerëzve? Do e fitoj të masës, do e fitoj, ë? Pjesës më të madhe të planetit do e fitoj. O do dali kulluar, do i bëj një super reklam, siç duan për shembull të kalojnë një kriminal që është realisht dhe televizori e bën atë efekt, ta mbush mendjen e ty që ai është i kulluar. Nuk të shkon me një Po për një njeri, Alex, të lexuar, njëri që është i pastër ose një pjesë atyre njerëzve për shembull që janë që i dëgjojnë të biseda që na kuptojnë deri diku dhe vinë në të linjë që po flasim ne. Do arrin ta kuptojnë të dallohet ai, ti për shembull do e dallosh atë që nuk është aq i kulluar që është nuk është. Po, që do jetë ai. Po besoj se do të dalloj me këto gjëra që kam mbledhur, që kam informacione që kam, besoj se këto do më ndihmojnë që të bëj atë dallimin në atë momente. Po nuk është thjesht të kesh informacion, duhet të kesh edhe një lloj sensori të brëmshëm, shpirtëror, që ta kapi sinjali.
Siç ndodh kur është një person Pra negativ. do them do ketë njerëz në botë që do e kuptojnë që ai s'është ai që hiqet. Po do jetë ai shumë e vështirë për ta kuptuar. Ai shumë e vështirë do jetë për ta kuptuar, saqë Zoti do dërgojë dy profetët e tij, Ilian dhe Enokun. Ata do e denoncojnë Antikrishtin dhe do dalin në publik, do të thonë që ky ishte Antikrishti që pritej, që thot libri i zbulesës, që është thënë para 2000 vjetësh, do të thonë me të madhe këta. Ata do i sulmojnë pastaj dhe do i vrasin ato dy. Do i vrasje? Po, edhe do i varin në sheshin e Jeruzalemit. Si Jeruzalemi do bëhet kryeqyteti i Izraelit. Do ikin nga Tel Avivi, do kaloj atje. Siç e ka thënë Trumpi, mesianiku tjetër, kolegu i Netanyahut. Siç ka thënë ai që kryeqyteti i Izraelit do kaloj nga Tel Avivi në Jeruzalem. Edhe aty do i vari këta të dy profetët Antikrishtit. Domethënë do lejoj Zoti që ata të kapen, sepse të gjithë duhet të kalojnë nga vdekja. Këta të dy kanë kaluar nga vdekja. Njëri është 4000 vjeç, tjetri është 5000 vjeç. Nga këto dy, ë? Po Ilia dhe Enoku, këta nuk kanë vdekur. E ku janë këto tani? Këto qarkullen mes nesh. Mund të kaloj edhe afër te dhe nuk e di kush është, që është ai. Janë kështu me rroba e ndacakurin ata. Duke sikur janë nga këta që lypin, ashtu vishen ata. Me rrobat e kohës atëre të tyre. Ashtu do t'i kapin, ashtu do t'jenë ata kur t'i kapin. Po, të njëjtat rroba ka dhe me ato rroba do shfaqen prapë. Në mjeku kështu. Po do t'i vari realisht, do t'i vari ato? Po, do t'i vari. Do t'i vari domethënë. Jo. Edhe gjithë do gëzohen. Sa mirë. Do gëzohen sepse njeriu i drejtë përbën qërtim për njeriu e padrejt. Ti po mprish ëndrrën më valla. Jeta që bën ti vjen ndesh me atë tim. Prandaj edhe nis na kuptoj. Edhe këta do gëzohen që iku dikush që i cënonte ndërgjegjen dhe atë që i zgjonte nga i gjumi i errat ku ata gjenden. Do gëzohen, do shkëmbejnë dhurata, thotë zbulesa. Por mbas 3 ditësh do vi një plumb, do qëndrojnë mbi dy kufomat e këtyre të dyve, e ata do ngjallen prap. Do ngjallen prap ato? Po, do ngjallen e do rëmbëhen qell. Se u kry misioni. Aty pastaj ata do i kapi frika prap njerëzit. Pse s'do t'i gjen aty? Po, që ç'a ndodhi këtu tani, ç'a ishte kjo? Do fillojnë prap stresin nga e parë, do thonë ata. Po mirë, pa ta zëqëndrojnë këtu, do ikin qell. Kjo do jetë thirrja e fundit që Zoti do lejojë njerëzimit me anë të këtyre të dyve, me anë të treve në fakt, se janë 3. Është dhe ky Johani që ka bërë librin e zbulesës. Po. Të 3 këta do dalin. Edhe do mashtroj pjesën më të madhe, sepse tani ai do dojë që ta pranoj bota masivisht. Që ti thot pasaj Zotit se do jetë djalli te ky. Antikrishti është djalli 100% në një person. Vet ai. Po. Dikur ka qenë me përqindje të vogla këta perandorë, diktatorët e mëdhenj deri sot, kanë qenë deri diku të ndikuar nga demonët. Kurse ky do jetë djalli vet brenda një personi. Ky që do jetë ai kryesori i botës, ëh? Po është vetë Satanai që ka Bafometi, quani si doni. Luciferi, ai do jetë brenda këtij personi. Edhe do dojë që të marrë konfirmimin e njerëzve lirisht, sepse ka parë që në të shkuar me dhunë nuk bësh gjë. Këto sistemet e ndryshme që kanë kaluar në historinë e kësaj bote. Ai ka qenë nga pas. Ka parë që ashtu nuk ndodh gjë. Çfarë do bëj tani? Ka ndryshuar taktik, do e bëj me anë të mashtrimit, me anë të gënjeshtrës. Po. Edhe do sajoj gjon ai. Edhe do hiqet si i mirë. Ai ka për të imituar Krishtin. Në përpikmëri. I mirë, i dashur, shëronte, ngjallte njerëz, ç'os bënte, do i bëj edhe këtë të gjëra, por nga e kundërta do jenë imagjinare. Nuk do jenë reale. Edhe sapo ti fitoj besimin e njerëzve, aty pastaj do heqi maskën. Antikrishti është krye narcisti, Nuk ka narcist më të madh se ai. Ai është frymëzuesi i gjithë tyre narcistëve që kemi sot neve. Ky është fenomen, duhet më bëj emision tjetër për këtë neve, një të dytë, se kam mbledhur info të tjera. Edhe siç e kemi një shenjë që na është thënë nga një shenjtor i Rumanist, thoshte ky, kur të vi një moment tha që do kërkohet të votohet nga e gjithë bota për një person të vetëm, dini se ai është Antikrishti. Domethënë nuk do kesh opsion të dytë. Shikojmë neve atje te kutia e votimit atje se kemi disa opsione. Pafund, Shqipëria po marr rekord tani, po shtojnë partitë si kërpullat, mashiu. Ai do të vetmi. A do i bëj përshtypje njerëzve, valla, po ku janë opsionet këtu? Se jam i detyruar të zgjedh një person të vetëm. E megjithatë do e zgjedhim me gjithë qef. Se do qëndroj 7 vjet ai, te kjo pjesa e parë, domethënë gati 2 mandate. Te kjo pjesa e parë do mashtroj njerëzit, sa ti futet në zemër, edhe në kokë. Edhe mbasi ta votojnë atë si të vetmin që është ai, por se kështu do thonë ata. Po ku mund të gjejmë një tjetër kaq të mirë sa ky? Ai shumë bindës do jetë.
Ti shiko se si të bindin disa që dalin në politikë, në skenën politike, dalin në televizor të marrin qafë valla. Bibliosin flasin aq bukur, sa më thot ndonjëherë mami në shtëpi mua, ore pa i flet bukur, si ka mundsi që është kaq i keq nga pasi këto me radhë. Të dëgjosh Antikrishtin kur të flasi. Ua, krye birbil. Do të aq i ëmbël, aq joshës, aq bindës, aq. Do i kpuzi njerëzit komplet apo. Hipokrizia maja e hipokrizisë. Ai që gënjeu Adamin dhe Evën në kopshin e Edemit, duhet ai në ato moment aty. Ai gjarë prej atje, duhet aty mbrenda atij personit, që nuk e di emrin akoma, që del me 3-6. Nuk donte shkrimi që të vendoste emrin e tij si duket edhe dha me këto 3 numrat. E ato 3 numrat i ke kudo tani, edhe kur futesh në internet. 3W. WWW është gërma e 6 në alfabetin hebraik. Ne themi W, ata thonë W. Ky pastaj do përndjekë gjithë njerëzit. Aty do jetë përndjekja më e madhe e njerëzimit që do ketë ndodhur në një histori. E do zjasi 3 vjet e gjys kjo. Mbasi të marrë kjo 3 vjet e gjys, dita e gjykimit pastaj direkte. Vjen Zoti për herë të dytë, e aty mbaron historia. Kjo e llogarizëm diku nga 2060-2070 mbaron historia. Tani jemi te ajo faza që do ndërpritet plani i digitalizimit, sado që këto të përpiqen, edhe lavdi Zoti që do ndërpritet, dhe do vi lufta e tretë. Siç e ka parashikuar dhe ai famshmi masoni famshëm Albert Pike, do kemi 3 lufta botërore tha ai. Që secila do jetë për arsye të ndryshme. Edhe neve tani kemi kaluar 2. Tani po përgatitet kjo e treta. Po ky Albert Pike ka fol për këtë për globalizmin aty? Po sigurisht ka fol. Çfarë foli? Çfarë thotë ai, çfarë qëndrimesh ka mbajtur aty? Ato se çfarë ka thënë ai dhe kush është plani i gjithë këtyre masonëve, është në një libër dhe mund ta gjeni kollate në biblioteka, është përkthyer edhe në shqip, ose mund ta gjeni në formë elektronike në PDF. Po. E keni aty protokollet e të urtëve të Sionit, e të mençurve, të urtëve, jo që janë të urtë. E diti që janë duke bollë i ligj këtu në Shqipëri për pjesën për ata që anti-sionistë? Çfarë bën sirën? Mund na mbyllin gojën që nesër mund të mos flasim, mund të na dënojnë për shembull. Mund të quhen disinformime këto që po themi ne. Po, mund ta paraqesin dashu, si thoshin për vaksinat atyre, sa herë që thonë diçka zbuloi diçka. Pandemisë, po. Censur direkt aty. Po si do e bëjmë pastaj Alex? Po tani, po na bllokuan, por ç'do bëjmë? Po ai sa kemi na mundësi akoma të dëgjohet zëri dhe përdorim. Po ne s'po do punë është se flasim ne, po kemi shumë pak që na ndjekin. Pra ndjekin në kuptimin që e besojnë këtë gjë. Pra këto kanë masën me vete. Kanë popullin që i kanë fut gjilponën, i kanë infektu, i kanë bë gati, i kanë fut në paketim, i kanë bë sardele dhe i hedhin kudo. Po, është masë. Edhe ne se pastaj edhe ne kaq pak sa na ndjekin, për kaq pak sa flasim, edhe për kaq nuk do na lënë me u shprehë. Për ata pak bëhen këto emisione Pisk System këtu, se nuk jemi aq deluzionista që mendojmë se po ka. Jo për atë, për këto edhe kjo kaq pak i shqetëson më. Imagjino të ishin shumë ne çfarë kishin bëu këtyre, për këtë e kisha më, se nuk e kisha për keqardhje për veten, ose sulm direkt mua aty të dera aty, konfiskim çka ke këtu mrena, por nga që nuk po bëjmë aq rrezik të madh për ata akoma, nuk të ngacmojnë. Por jo për të ngacmuar ne, po puna është që po e bëjnë që ndoshta kjo gjë po lut diçka dhe ato po thonë tani hajtë nxjerrim ligj. Për ato që flasin. E bëjnë. Për këtë do bëjnë, se janë duke përgatitur një ligj të tillë. Nuk e kanë problem fare, por e ligj sot ai. E afusi një nen aty të sajum brenda ditës, edhe thot ligj. I ma ligjit. Mos duket çudi. Ti presim këto gjë. E çfarë thot ky Albert Pajku tani se thjesht meqense më the për këtë agjendën e këto gjëra çka ka shkruar ai. Ato që thot ky keni te ky libër, e kërkoni atje te kërkuesi në Google dhe zbriteni atje, është me 24 kapituj. Do vendosim qendrat tona thosh atje, llozhet e masonerisë. Me agjendat tanë të shkëlqyer, kështu që agjendat tanë të shkëlqyer. Këta ushtarët e tyre. Domethënë këta që shkojnë e bëjnë mason. Kush bëhet mason? Ata që janë siç i quajmë ne vajka shoqërisë. Biznesmenët e mëdhenj, këta oligarkët, presidentët, kryeministrat, biznesmenët e mëdhenj, këta shkojnë e antarëson atje bëhen mason. Kalon nga një procedurë atje me nga ca makabritete që s'janë për të thonë,
që ti të humbasësh ndërgjegjen, të humbasësh ndjeshmërinë, të zhvishesh nga ajo që ty të bën njeri. Me ca gjona shtrihesh me arkivola aty, ca bë ca gjona atje. Edhe pastaj çohesh gradualisht, deri pastaj që të shkosh aty te maja fare, duhet të fillosh pastaj të vrasësh foshnjë dhe ta kafshosh dhe ta hash. Që ti tregosh satanait atje, se sa i bindur jetë kalosh në ekstreme. Edhe atje te pushteta e fuqi. Kështu, aty ka çdo hap, edhe kanë arritur, aty referohet edhe Templit të Solomonit, i referohet edhe aty te ky libër thohet ai njishi, ai që do jetë një, ai njëri. Aty referohet shpeshherë me këtë termin. Që është Antikrishti. Ata duan sjellin. Do jetë ai shefi i tyre që këta i falin në prolozhat, që është ai Bafometi, që është me kokë ciapi, gjoks femre, edhe i majt gishtat kështu ai. Kjo tregon për poshtë, kjo tregon për lart. Yin yang, kinez. Brenda të mirës ka të keqe dhe brenda të keqes ka të mirën, si qell edhe në tokë. Rebelova nga lart, duhet ta kthej rebelimin edhe këtu në tokë, edhe ka shumë simbolik ajo qëndrimi aty. Edhe është gjysmë mashkull dhe gjysmë femër. Edhe kjo është që po kalojnë tani Barazia gjinore që po thonë to. Apo s'ka lidhje me këtë gjë, gjysmë mashkull, gjysmë femër. Barazia gjinore ka lidhje me. Po që kalon këto transat e transseksuale që janë këto baj, këto brenda asaj 70. Që janë gjitha ndodhen brenda një trupi domethënë. Po. Domethënë fshirë identiteti, fshirë gjinie, domethënë çdo gjë zhveshë nga çdo gjë, përmbysë nga çdo gjë që qëndron drejt. Ai është e kundërta. Gjithmonë është e kundërta, dhe çdo gjë do bëj të kundërtën. Edhe çfarë thon televizor pranë po jo them, merrni të kundërtën thosë që thot televizori, sepse televizorin e komandon ai. Nga pas. Se mos kujtoni se funksionojnë shumë media që u mblodhen ato gazetarët e famshëm atje, bën ato kërkimet e mëdha ato atje dhe ju sollën lajmin gatshëm aty. Lajmet i vinë atyre në gatshëm edhe sikur mos të dalin në terren fare ata. Sepse ai që paguan presidentin e atij kanalit atje i thot atyreve, i thot shefit, do thuash këtë lajm, do lançosh këtë, do i thosh këto gjëra publikut. Do fillosh këtu, do mbarosh këtu. Eksakt. Edhe dora nga mrapa këtu. Pap, edhe nuk vjen asnjëherë informacioni i saktë 100%. Edhe po ta vini re, më shën vazhdimisht fatkeqësive. U vra, u pre, u aksidentua, 2 ëngjet, 2 kështu, 2 ashtu. Që të na shkatarojnë psikologjinë, na fusin panik, tinë në një gjendje frike, vazhdimisht atë frikën që përdorin gjatë pandemisë, frik. Zoja bëjmë qefin, do ndjekim Zotin që është guxim dhe besim. Ktu kuptoni se sa që funksionon frika, është vetë satanai nga mbrapa, edhe përdor këta. Mos u gënjeni nga ato studiot e bukura që kanë sfond ato dhe flokët që dalin ato gazetarët aty ashtu, janë gjithë veprojnë në formë robotike komplet. Nuk intereson fare që informacionin ju japin, fare, janë aty për të bërë atë detyrën që i caktojnë dhe të marrin rrogën në fund. Kupton? Ky që mos e emociononi sado që të zbukurojnë ata kur dalin nëpër studio. Ideja është me shmang fare televizorin se s'ka asgjë të harit me pa. Nuk japin diçka edukative, po t'japin se si i lull thonjt ajo buzderrja atje, sa qen kam shtëpi, sa ku i harxhon lekët nëpër Europë. Futja trapit me paramendim. Aty duhet ta marrë nivelin e njerëzve. Të jenë konsumator, të jenë indiferent, mos t'ia din fare përdhimin e tjetrit, sepse televizori nuk thot ndihmo tjetrin, po thot merr një qen dhe një mace në shtëpi, edhe harxhoni një qerre me lek për kafshët, ndërkohë që njerëzit janë të vdek nga uria. Kupton me çfarë programimi kanë bërë më valla? Ju i kanë bërë ngordh qeni kanë bërë buste valla. Aty ajo shtyllë ku kalon thoshte ka humbur macja thot, numër kontakti thot. Po kur humbasi njerëz për trafikimin e fëmijëve që bëjnë vazhdimisht, që është një nga mënyrat fitimprurëse më të mëdha të këtyre qelpsirave satanistëve, globalistëve, bankerë. Dhe diçka duke bërë me fëmijët më. Kërdia çdo ditë po bëhet kërdia dhe nuk po flasin. E ke vënë ndërherë flasin media për trafikimin e fëmijëve, mund ta cekin një moment kur e shikojnë që s'po mba më thesi, e prekin gjoja, domethënë ja e trajtuam. Po asnjëherë diçka për të kuptuar çfarë po ndodh. Jo, sepse duhet të funksionojë, është super biznes. Siç është burgu, edhe burgjet biznes janë. Po. Nuk janë aty për të edukuar njerëzit. Janë për të gjetur një shkak të vogël tëndin, të rasin aty mrena, edhe të vijë një njeriu jot ose kursimet që ke ti, që ti kërcasi lekët atyre që ndanë në 7-8 pjesa të ndryshme, që të dalësh që janë. Është biznes.
Njoni atë në Amerikë kishte bler sipërfaqe toke, kishte ndërtuar ja 3-4 burgje, dhe bote lek pa fund ai tipi atje. Burgje do valla. E jep me qera. Po, shpallë burg me qera. Burg me qera. Kupton, nuk I intereson as edukimi jon, arsimi për shembull. Arsimi çfarë është? Është për të programuar njerëzit. Se herë në fund që folëm që tham për atë përparsin që kishin gjithë bashk, kishte dalë koment atje dhe thoshte te video e fundit, thoshte atje që është për ta zgjesuar ato ndasitë, po, para gjykimet gjona. Para gjykimet, njëri shtres e lart, tjetri shtres e ulët, nuk ishte për atë se si plas fare për atë punë. Ishte që të mësohet gradualisht me subkonsciencën tënde, që më thënë që jemi gjithë njësoj. Po jo me kuptimin jemi gjithë njësoj para Zotit. Po jemi gjithë njësoj si robota, si shifra, si kokë baktish, si që në gjithë delet njësoj. Me këtë kuptim. Edhe arsimi është granasi I sistemit. Shpikur nga vetë familja Rothschild. Ta marrin fëmijën që herët ty ata, ta edukon bota, se ti nuk ke më kohë të merresh me fëmijë, se jeta është vështirësuar dhe I bie që të dalë dhe mamaja në terren, dhe ta edukon sistemi ty atë jashtë. Edhe kalon gradualisht ajo pastaj fillore, gjimnaz, universitet, edhe kalon pastaj që janë këto magjistratura, që kanë ca emra kështu këto, në atë kapelen katrore. Ajo kapele katrore është që ty të ka futur në katror, ka futur në kuti. Trurin që ti ke këtu poshtë, ta ka futur në kuti ty ato. Ta ka heq. Ta ka heq trurin, që gëzon ato dhe hedhin kështu për ti programuar në ato momente, ti nuk ke më liri menduarit. E ke të kufizuar me imagjinatën, krijimtarin. Ato gëzohen. Ajo është veshja e atyre magjistarëve dikurshëm që vishin me ato përpasën e gjatë atë zezën ashtu. Do më thënë këto se kam dhe një video këtu dëshëm me të dërgu. Qa bëjnë këta? Ata të fikin atë krijimtarin tënde, imagjinatën tënde. Fikin llampët. Tamam, identik, ti fik lampat arsimi. S'ke më dritë aty, nuk drejtohesh dot më ato. Edhe të vendos një program aty në kokë, që ti të jesh një qytetar disciplinuar. Po, I kufizum. Ti është edhe giganti shkurtabi që pastaj ulu ti, çohu ti. Kupton? Edhe se e forta është se një pjesë e madhe kanë ngrënë atë, po shiko, ai sillet ashtu se s'ka bërë shkollë. Është I pashkolluar ai. Çfarë shkolle ke bërë? Çfarë shkolle ke mbaruar? As nuk e dim fare që ajo shkollë që këta e mbajnë me të madhe, që e kanë çuar atë vlerën në hën, ajo është për të programuar dhe për të bërë robot. Nuk varet nga arsimi ai tjetri sa kapacitet ka. Se habiten disa. Kishim aty dhe një koment nga I diku këto gjëra, se po ka panën psikologjike, sociale. Ajo intereson aty, që ti thush ti nga I diti këto. Ti tani, njerëzit janë të etur vëlla për ujë, për gjëra të vërteta, për gjëra elementare. Ti tani unë të sjell ujin ty aty dhe në vend që të pish të heqësh etjen, pyet mua nga e more ujin. Ajo nga I diti këto gjëra domun. Ha? E kalojmë kështu tani, nga I diti këto gjëra. Çfarë ti thimi? Do kupton, o vlla, nëse s'pëlqen, hap krahun, dil krah tjetër. Futja gjumit prap, po jo, ndoshta shtype gazin jepi drejtim, po. Po jo, dhe ajo zgjidhja është, po. Po nuk është e thënë. Nëse do, hajde, nëse s'do, vazhdo vlla. Vazhdo, se nuk je për këtu. Ai duhet të dikush i mjaftë që ka thënë atë, po si duket. Po s'ka lidhje më, është ajo që thash domun. Nëse s'të pëlqen vllajtem, vazhdo, hap krahun, jepi drejtim, bëj mirë sufllaqja, jo me 2 pite, futet 2 pite tjetër dhe bëj fresk atij kryeministrit, sultanit mallërishëm, e kushdo do jetë aty që është gjithmonë I përdor, siç u ka përdorur tjetri para këtij, gjithë ato para e mrapa që do vinë, para mrapa domethënë. E shkorri rresht atje mrapa atij. Nga I diti këto. Ai njeriu që nëse do me ngju, rri për ulur, vlerësoje, nëse s'pëlqen, të ngrenë dyshim, kërko vlla për veten tat. Klikimja. Kërko. Jo, s'ka lidhje, kërko vlla, vetëm përdor logjikën vlla, logjikën tate, jo të tjerëve. Faktën jemi njohës për veten, vlerëso veten dhe logjikën tate. Ne s'po themi merr këtë siç e thot Aleksi apo Altini apo tjetri, aq pak njerëz sa janë që mundohen bëjnë ose rreken, bëjnë diçka siç po rrekim edhe ne këtu, por përdor logjikën tate. Mendo diçka vetë vlla pastër. Siç ka kriju Zoti. Po ndoshta se ka të forca ai. Po se ka më po mos më hajde të më thush ku I diti këto. Ne po ja japim atë forcën. Po jo mos japim si janë ne edhe që japim forcën, se ai e ka mrena vetes.
E për ka të aktivizuar. Po e ka të aktivizuar, po do merret me atë tonën, nuk ka diti këto. Bezdis që kena të aktivizuar. Po ç'mund të dim ne? Nëse s'pëlqen ik. Po jo. Ulla marr. Shiko, nuk është Alex që ta mbyllim vëlla se nuk do të më dhon shumë kohë këtyre njerëzve kështu. Ai vjen qëllimisht ajo. Ai paguhet vetëm për me shkruajt atë. Nga diki këto. Kjo është ajo që na ka kap kjo minimalsia e madhe, kjo pjesa që shohim veten më lart se të tjerët, kjo fasada që na ka infektuar edhe politika e qeveria e këto njerëz. Ti je kompletum do të kesh bërë arsim tot ai. Sa më lart aq më. Çfarë ky më vetë bër? Për te sa këto njerëz fasade, o vlla, hajde ulu. Tregoj për ulur dhe jep dorën. Kupton, kjo është, prandaj për dorët e shprehën. Se s'po them me japësh dorën tamam, po ideja është që nëse do, hajde dëgjoj. Nëse do, vazhdo, nuk je për këtu. Hap Crown. Ose na lë ne të hapim Crown siç kena hap Crown. Nuk të ftoj njëri, kupton? Nuk të ftoj njëri. Kush do të bëhet pjesë e kësaj, le të vi, të dëgjoj dhe të plotsoj. Unë e bëra 2-3 herë, u futëm me njerëz të nderuar, njerëz të vlerësuar, u futën këtu, edhe futet i rol si pyk, domethënë atje. Qesh, nuk çka ka këtu? Pse ofendon, pse sha një? Po më sham, po më ofendon. U knaqe. Kaq. Po do rrit merre me ty unë. Si ja vlen me të harxhu kohë, me dhën kohën time, jetën time, energjinë time. Se po ja jep. Ti je smur. Jo, je smur, jo përderisa e hape. Ti je smur vëlla. Realisht lutem për ty. Lutem. Lutem që ti jesh mirë, se je vëlla jon, je robi jon. Nuk e di, ndoshta mund të kem edhe robin tim. Kush po më ver si i dorë vën janë, kupton? Ai del aty u knaqe. Bofsha në këtë. Do rrit merre me ty. Je shumë i vogël o vllai. Je shumë i vogël. Kena po flasim për gjona shumë më të mëdha, shumë gjona që po vritem çdo ditë, vit merr me ty unë tani. Po si jam vlen valla, të shkuara. Inshallah dash Zotit, inshallah bëhesh mirë. Për Zotin mbyllim se shumë. Si puna e këtij domethënë, që shajën e bën e kështu. O Alex, për ta mbyll gjithë se ç'a folëm, se ndoshta e kene diskutuar dhe herë tjetër, kena folë herë tjetër, por kjo është ajo. Duhet me diskutu, duhet me fol, duhet me shpjegu, duhet me shtjellu. Ne po mundona me format tona, nuk ka lidhje fare, nuk kena asnjë lloj interesi, ti e di. Shumë nga ata që na ndjekin që prej një pune të konsiderueshme, ka qenë e vazhdueshme, e përhershme, ka hallet e veta, kam hallet e mia. Sa sikletë kam. Po dal tu, flasim. O vllai, du me thoni gjomë. Rri edhe unë aty kësheshe, e bëj atë që thoni, e kam bë, edhe e bëj, më jap kënaqësi tjetër, kënaqem, vi me ato gjonat. M'pëlqen edhe ajo gjë që bëhet. Po jam orientu këtu, si duhet unë të lidh unë gjomë minimaliste. Ky njeri e di, unë e kam thonë, edhe Aleksit. E vlerësoj, e falenderoj që formën e vet, nuk po themi jemi ekselent, nuk jemi intelektuale. Do në kuptimin që ti jemi aq formuar. Ndoshta bim përsëritje, s'kemi fjalor, nuk kemi atë shkollën, nuk dim flasim shumë bukur, të bëjmë lajë lule. Dalim kështu po me këto rroba. Ndriçimi i keq ne, ku diun pse del me syze këto gjona. Valla, merrni me thelbin e gjos, nëse vjen mirë ke ju, nëse ju ngjall diçka për që bën që të shkoni më përtej asaj, bravo i qoftë. Na e dini të paktën për merit, nuk po them për merit vit na bërtisni me të madhe emrin e Aleksit edhe emrin tim, nuk kemi nevojë as për këtë. Po inshallah dash Zoti bëhet vjen për mirë në kuptimin që ndryshoj diçka. Të shpëtojmë nga kjo është një e keqe shumë e madhe që po e lejojmë ne. Kjo është ajo. Se ne po merremi, vjen ai se hapi Aleksit këtë pjesë, se për ne po flas. Vjen ai thotë nga diti këto. Për ta përmbledhur tani me dy fjalë domethënë. Këto po ecin me ritme të shpejta. Globalizmi, ekumenizmi, gjithë këto skemat, gjithë këto gjonat po i japin gaz. Agenda duan që të arrijnë 2030-ën. Por kam dëgjuar që prandaj do them të rrinë. Edhe 2030 prapë është larg, po më duhet të flitet që tani shumë shpejt 2027 siç kanë një plan ato. 2027, 2030 nuk e arrisin këta. Çfarë do të bën 2027? Çfarë flitet për që për një vit çfarë do bëhet? Jo, këto ecin, duan të kalojnë digitalizimin, po do ngeci shara ngosht planit A, e do detyrohen të kalojnë në planin B.
Pra kjo lufta do të ngeci, ngosht. Digitalizimi do ngeci. Digitalizimi do ngeci, do. Ja bi zoti që do ngeci, do humbisin shumë shpirtra. Edhe do aktivizojnë planin B. Prap lufta. Është duke ecur. Edhe lufta. Është duke ecur, po është paralel. Sa po të ngeci kjo pap do dali direkt kjo përpara. Po çfarë do e ngeci këtë digitalizimin? Si duket sikur ka ngec lufta edhe po ecën digitalizimi, por ti po thua që do ngeci digitalizimi? Doli para digitalizimit. Digitalizimi tani, ha. Tani janë duke u reformuar, duke marrë ripozicionim. Kjo e dyta. Sot për shembull, se sot është e martë, ne jam të mërkurën këtë në YouTube. Sot për shembull kanë qarkulluar disa lajme që thonë që Irani tani ka filluar të godasi prapë këto vendet arabe. Po nuk pushon ajo situata atje. Nuk pushon ajo. Ta kemi të sigurt vath në vesh, ajo atje do jetë shkaku që do përhapet kaosi gjithandej. Ajo me Iranin, ta dini. Nuk i doli me Ukrainën, po me Iranin do i dali. Do i dali me Iranin, që të përhapi kaosi. Që do përhapet. Po do kemi një krizë ekonomike nga Koriku, sipas ekonomologëve të mëdhenj të Amerikës, do kemi një krak ekonomik, do me thënë do zhvlerësohet paraja gjithandej, do filloj varfëria, uria, lufta tretë. Pse para këtyre dy të parave ka pasur uri, pastaj erdhi lufta. Do filloj do zhvlerësohet paraja, do zhvlerësohet paraja në Korrik. Po. Në Korrik, sipas tyre që ka filluar tani po shumë po e afërt, për 2 muaj domethënë në Korrik do zhvlerësohet paraja. Ndodhi krizë. Banka plot do falimentojnë. Njerëzit mund të bllokojnë dhe ato llogaritë bankare atje dhe mund mos të tërheqin. Ku? Në ç'vend? Do filloj pjesë. Disa banka janë falimentuar në Amerikë dhe po falimentojnë atje është shumë kollaj të ndodhi vende të tjera. Edhe do bllokojnë llogaritë bankare. Edhe do i fusin një justifikim fuqishme, jo se kanë ngrirë sistemi, nuk kemi çfarë të bëjmë. Kanë për të humbur njerëzit qimet e kokës. Edhe sidomos ata që janë shumë paradashës, ato kanë bërë një fluturim kështu. Me kati pestë. Pastaj ajo do shtrëngësohen ushqimet, edhe do paksohen ushqimet, do vi uria, lufta tretë. Mbas urisë, mallet të përgjithshme do vi lufta tretë. Që do i vëj kapakun. Do zjasja se do zjasja. Këto do ndodhen tani shpejt brenda 2027-s. Po. Do nisi tani me 26-ën, do ja përfundoj 2027. Prandaj 2030 harrohet i. Po tani në Korrik thotë të ndodhi kjo? Po si ka mundësi jo? Se ne kishim menuar për me shku ky koncert i këtij Kanye West, që është me një më të Korrik që do vi këtu në Shqipëri ai. Kanye West. Do shkojmë ke Kanye West apo jo? Do arrim të shkojmë dot ke Kanye West, këtë merakun kisha. Tani ndodhet çat ndodhi më apo vetëm të shkojmë ke ky koncert i Kanye Westit, që është me 11 Korrik këtu në Shqipëri, pastaj le të fillojnë to hallet çfarë janë gjonat. Mjafton të kënaqemi me shfaqjen e Kanye Westit, ë? Se çfarë mendimi keti për këtë organizimin që bëhet, që të vi Kanye West në Shqipëri? Duhet parë që se çfarë çmimi do ketë bileta herë, se ka shumë. Varet nga 99 euro deri në 1000 euro. Deri në 999. Pse 99 euro? Po kështu më kanë këto janë to. Nisë çfarë mendimi ke për koncertin, pastaj dalim pak edhe ke Kanye West. Asgjë, por si duket pas kërkesa këtu për atë si artist që është, edhe sjellin këtu po. Po si artist është, mos e thuash, artist është realisht. Derisa marr vesh pak edhe muzikë. Nuk është një talent i madh. Po ky para ca kohë. Flasim si personazh domethënë, përveç pjesës së artistit, të këngëve e gjërave, se nuk mund të hyjmë ne ta diskutojmë të paktën në këtë lloj emisioni që bëjmë ose këtë bisedë që bëjmë, podcast që bëjmë ne. Por të flasim pak për qëndrimin e tij që ka pas gjithmonë ndaj këtyre sionistëve, ndaj frymës tyre, domethënë. I ka godit me këngë, me qëndrime, me gjëra. E thoshte pak a shumë ato që diskutojmë ne këtu. E pati një moment dobësie. Jo, mendoj se zgjim ajo që posoi ai atje, një moment epifanie aty ai dhe do filloj tani të tregoj gjëra, edhe ju fut kësaj pjesës që merren konspiracionistat më shumë. Po. Konspiracionistët janë ata që zbërthejnë konspiracionin, ë? Mos e merrni si fjalë keqe, sepse është fjalë që kanë dëmtuar ata, po. Edhe ky tani pati këtë reagimin që filloi vendosi edhe ky të bëjë ca zbulime tani që ata janë të këqind, ata komandojnë botën, e kapi me këta rabinët ai, e Izraelit, të rabinët e kaçurelcat me të kapelin. Edhe pa pritur aty pa që karriera e tij mori shkoi për poshtë. Nuk po bënte dot as albume, nuk kishte më aq shumë ndjekës, ju sabotu gjithçka këtit.
Edhe e kuptoj se nga i erdhi pikërisht nga ata që ky po kishte vendosur të sulmonte. Edhe kur e shohim pasaj mbas disa ditësh, një ditë bukur atje, po i qëndronte kështu si nuse një krye rabini atje në Izrael. I puthi dhe dorën, i mori bekimi gjoja atje. Edhe nga momenti që ai kërkoi falje publike, se edhe ato epifanit i kishte në publik ky, edhe falin edhe në publik, ja kërkoi atit krye rabinit. Edhe nga ai moment pasaj gjë u normalizua. Po duhet të ndodhë në publik ajo skena, për të dhënë atë mesazhin që nëse ka ndonjë nga ju që do të bëj heroin, edhe të mendoj se do sjellë një ndryshime dhe mendon se është dikush që duke na ekspozuar neve, ta harroj, sepse do asgjësohet. Neve komandojmë. Ne kemi para në dorë. Edhe kështu bëu djali mirë ky pastaj. Tani se do vi këtu, nuk e di se do vi këtu në Shqipëri, mua ajo që më bën çudi është vetëm data. Pse? Ajo data me 11 korrik. Ajo 11 është numri preferuar i këtyreve satanisto, misticisto, masono këtyreve fshinjve. E kanë shumë qejf atë numrin 11, pse ka një domethënie 11, se ka qenë një kohë më mend që shpjegoshim numrat. Po, 11 më kujtohet, ka një domethënie janë identifikon ose personifikon domethënë. Ajo numri 11 janë që simbolizojnë dy kolonat e portës. Dy kolonat. Që është e Templit Solomonit, është hyrja, ka dy kolona anash, majtas djathas. Të njëjtë atë gjë që simbolizoshin edhe dy kullat binjake. Edhe është një 11. Që i rozun me dinamit nga poshtë edhe e bën me sigurisht avion letre. Me projektora, me kështu me çka quhen ajo. Edhe pra 11-a, atë 11-ën e ka pasur prej vitesh që kanë pasur makinat e policisë në Amerikë. Po. Edhe shikon nëpër filma atje kur rrezikon dikush, I'm gonna call 911, thoshte. Do i marr telefon 911-shin. 911-shin. Ka qenë prej vitesh, domethënë 11 kur anë kullat? Me 11 shtator. 11 shtatori. 2001-shin. I 2001-shit, kanë qef atë njishi, jashtë njishi, the one, ai njishi që do të nxjellin këta. Edhe ishte prej vitesh e kishte makinat e policisë 11 shtatorin. Prej dekadash edhe kur ndodhin në 2001-shin pastaj. Domethënë ato sikur po ta thonë që neve kemi këto bëjnë plane para se të ndodhin. Afatgjate. Po kjo tani ka domethënie që ky këtë e ka nisi tur, domethënë. Por në disa shtete e kanë bllokuar, nuk e lejojnë që të futet. E kanë përzënë domethënë. E refuzuan, ëh? E kanë refuzuar. Franca, Anglia, ashtu ëh? Polonia, disa vende të tjera domethënë nuk e lejojnë këtë. Madje në Angli nuk e lejojnë fare të shkojë. E po atëre bëhet fjalë këtu që nuk është diçka thjesht kështu e pafajshëm, spektakël i pafajshëm, diçka qëndron nga pas. Ka për këtë po them, prandaj them. Pas kanë marrë parasysh si rrezique dhe kanë refuzuar. Kurse ne si gjithmonë, aty ngjujnë neve. Çfarë do që na vi, atë parë që e pranojmë. Nuk e di tani çfarë mund të bëjmë këta këtu, se s'kam kërkuar shumë. Po ato koncertet e tjera që kanë këtu në plan atje me datë 11 i ka në muaj të ndryshëm, Jo, i ka me datë me data të tjera kanë përshtypjen. Kurse këtu ka me 11. 11 e ka këtu. Madje kjo doli kështu si pa plan kjo në Shqipëri për shkak se kishin refuzuar duket në një shtet tjetër që ka qenë po kjo datë e refuzuan nga ishte më duket anë Italia, një vend tjetër më duket, nuk e di, ndoshta nga ata që ndjekin videon do e saksojnë. Pra datën që kishte për një vend tjetër, 11-ën e kishte datë vend tjetër. Po e refuzuan atje dhe e sollin në Shqipëri 11-ën. Duket se ka pas në Itali, po e refuzuan në Itali dhe do e bëjnë në Shqipëri datën 11 koncertin. E nëse ndoshta kjo është koincidencë, megjithëse pra ti duhet dal te kjo. Ato nuk luajnë me koincidencë. Kanye West ti mendon si po përdoret nga këta? Po sigurisht që përdoret. Çfarë është Kanye West mos përdoret? Është një kështu ore shumë pak vete kanë dalë atyre nga kthetrat. Një Mel Gibson i doli nga kthetrat. Po mirë, nuk është një Mel Gibson i dytë Kanye West? Nuk mendon që mund të jetë Mel Gibson i dytë? Po jo, po shiko, po dhanë sinjal ata që ai po i bëri atentatin me sulmu atyre kaçurelsave, ata ta fshin direkt, kurse Mel Gibson nuk i bën dot asgjë se është komplet i pavarur. Nuk mund ta mbajnë nga askund, ai nuk është se po bën ai karrierë tani, ai edhe filmat që bën i financon vet.
nuk e ka nevojë fare këta. Po ti, s'ja bëjnë dot shutdown aty për shembull llogarinë siç e bën këtij Kanye Westit që mëna natës ja zerrun komplet se i zbet dot i kafe. Po ky është peshk i vogël, po donte me bosi peshka qen ky Kanye Westi. Edhe çdo gjë i varesh prej këtyreve. Mel Gibson i ka marrë parasysh të gjitha se ai është ujk i vjetër. Ka dalur nga Hollywoodi. Di shumë se çfarë funksionon atje. Ai ka thënë madje që atje nuk arri prap ta bëj diferencën midis Mel Gibson dhe Kanye West ose të ngjashme të tyre. Pra, si kemi dy raste të ndryshme. Njëri që vazhdon nuk e bën gjë dhe tjetri që bënte diçka, ato e kapën për veshje dhe ti thu që po e përdorin. Po pastaj kemi edhe këtë tjetrën. Kanye Westi është tip kështu, misticisti, merret me këto kabalat dhe këto me radhë. Kurse Mel Gibson është i krishterë. Madje tani herën e fundit ishte në manastir në Malçent. Malçent është përballë me Selanikun. Janë 20 manastira aty. Sepse do shkonte të merrte informacion për të bërë pse se vrasin këto Mel Gibson për shembull? Pse se asgjësojnë? Kur janë kaq të fuqishëm. Po tani shiko, ata vërtet mund dhe të vrasin të ta zgjesojnë. Siç kishte pyetur njëri mu për ato që thua ti aty te pisku thot ka ardhi kërcenim tha. Po jo s'ka ardhi thash. Po edhe sikur të vim plasim më thash. Nuk këta vërtet mund ta bëjnë atë dëmin, ta çojnë deri në fund, me të marrë dhe jetën. Po është edhe Zoti atje lart që vepron këtu poshtë. Pse mund të kemë bothu ti Mel Gibson? Shpesh i pengon ai ata kur nisen me të bë dëm ty. Shpesh ja prish planet atyre. Deri tani e kena thënë para 20 emisioneve. Deri tani ja ka prish planet që nuk numërohen disa herë. Ja ka prish Zoti planet djallit. Nuk numërohen. Gjithmonë i nxjerr disa pengesa. Kështu ndodhe në rang, siç ndodh në një rang një vendi që do ta mbrojë, kështu mund të mbrojë edhe një person tek pull. Të vetëm. Tek apo pull? Tek pull. Po mirë vetëm apo tek pull apo? Amali. Të mbron valla, dhe po të mbrojti ai, le të tentojnë sa të duan ata, pa pritur diçka nuk do i shkojnë mirë në moment fundit. Besoj këto gjërat. Vepron Zoti i fuqishëm badje. Ku, mu po më thotë besoj këto gjërat? Jo, kur ta them ty. Jo, unë patjetër që i besoj herë, po puna është që ti thua pra është Zoti që e pengon në rastin konkret. Okej, unë se vetë diskutim që është Zoti. Po deshe të mbrojë, e gjithë ferri të mblidhet, nuk mund të preki dot. Pra ti thua që ka qenë rrezik jeta e këtij Mel Gibsonit. Kanë tentuar ato që ti bëjnë diçka, ti japin mesazhe, ta ekzekutojnë, ta vrasin, ta fshin, ta bëjnë Ti kemi edhe një rast tjetër kështu, kapim një rast banal, tonin këtu. Ai ishte i rreth 4 orë atje, ishte Emil Ajimi atje. Para ca kohë, e kanë zëvendësuar tani. Pse kanë zëvendësuar atë? Po sepse doli atje dhe ja kputi me fjalët më të bukura Big Brotherit, që është del nga Top Channel-i. Edhe na ditë çfarë do bëti më dha. Pse nuk del më Emil Ajimi? Jo, dhe kanë zëvendësuar për kohësh, vetëm se i ra Big Brotherit. Jo arbu. Po. Ja, shifaj ti, ishe këtë herë, edhe herë më përpara s'ka qenë. Se di fare, se ndjek. Doli fuqishëm më burr. S'është më Emil Ajimi, thjesht kam pas parë që ishte kështu, më pëlqen ai Emil Ajimi, është shumë kështu i drejt për drejtë. Është ndon ka ato dozat e veta që lëshon nga herë në një gjë kështu bam, po. Është i drejt për drejt paktën. Po, këtu goditi shumë. Çfarë bën aty çe kishte bërë? Kishte fol kundër Big Brotherit, ke Top Channel-i po. Producenti këtij emisioni është vetë Top Channel-i dhe tha edhe rreth 4 orë aty. Po. I gallas që ti do ta kishe majt krahun tonë, ti na shajtën edhe Big Brotherin. Shajt Big Brotherin. Që ças po bëjmë për t'ia fut njerëzve në kokë si diçka të bukur, edhe ti na del tani na dekonspiron komplet. Po hoqën, a? Edhe nuk del më aty. Ta bëjmë thirrje për Melajimin, ta kemi herë tu Melajimin, do të më pas herë. Ja pyete për çfarë arsye të përzuar nga rreth 4 orë. Nëse o Melajim. Melajim Zega. E përshëndesim. Se çka lidhje ka rrethi me 4 orën? Pa jo është me të bol lomsh. E përshëndesim Melajimin, nëse e dëgjonte këtë gjë ose ja çon dikush, domethënë, çojeni një përshëndetje nga ana jon, pse ta ftojmë herë këtu, na thot sa gjona. Edhe për gëzim për guximin që patë. Po, kështu duhet. Këto na duan, këto njerëz na duan, që thonë atë siç e shohin vetë, domethënë. Edhe po ti ngabim, po të paktën thonë atë që shohin vetë, domethënë. Thonë atë që ndjejnë, atë që mendojnë kokën e vet. Po, pa ndikime. Pa ndikime, pa lëpirje, pa gjëra, domethënë që ti se do duket mirë, si duket mirë ke shefi, domethënë. Ore këte mos e boni asnjëherë. Boni vëlla veten tuaj. Origjinal.
original thjesht, valla. Kënaqeni, jepni kënaqësi vetes tuaj për ato se çka jeni. S'ka gjë më të bukur. Alex, të falenderoj shumë për kohën, për bisedën, për të gjitha mesazhet, por prapë s'ma tregova si ku i merr këto informacione. Nga i di unë këto? Nga i di këto ti. Se tregon, ëh? Mos e trego. Jo, Mos e trego Alex, mos e trego. Jo, s'do trego. Jo, mos trego. Thjesht jep motivimin. Mos e trego. Kërkoni mrena vetes. dhe do gjeni. Kështu tha E Zoti. keni mrena. Ja se kush do të flasë atje. Po lem herë tjetër, kismet. U pa punë. Çai po lidhet. Po do të lidhet, është ul atje. Shul qepeni. Çika me flamurin shqiptar. Shul qepeni atje. I përshëndesim shumë edhe ata që na ndjekin vazhdimisht në YouTube, që janë ndjekësit tanë më të rregullt. Vazhdoni me komente, me pyetje, sugjerime, gjëra se çka ju bën përshtypje, realisht prandaj e bëjtë e thirrje her pas here që do i vlerësoja shumë ata njerëz që japin i qëndrim tyrin për çfarë do të situate, çfarë do të gjëje që i bën përshtypje. Ore mendoni valla, mendoni, shihni ç'e rrethon vërdall, do ç'e bën përshtypje. Vërin trurin punë, ngrini pikë pyetje shumë për veten, edhe për ato se çka ju rrethojnë. Dhe poziciononi vetë me veten tuaj, me mendjen tuaj, me zemrën tuaj. Jo t'ju marrin për dorë. Pse edhe ne nuk po themi që po ju marrim ne për dorë. Kush jemi shumë vegjël për t'ju marrë ju për dorë. Jeni mund të jeni shumë më lart se sa ne. Por vendosni atë se çka ju thot zemra juaj. Krijoni besim ke vetja, krijoni besim te Zoti, edhe ecni përpara. Ecni përpara që të ecin gjithë përpara dhe ta duam të vend, të duam njëri tjetrin. Edhe t'i heqim këto maskarem. Këta që po shkatrojnë të vend. Po na vjen zor të themi që jemi nga Shqipëria. Këtë po bëjmë. Jo, po them atë se çka shoh në mas. Ka njerëz që i vjen zor të thonë që janë nga Shqipëria. Ose që thonë ç'a Shqipëria. Madje ka edhe nga ato që shkojnë shumë më keq, që ofendojnë, e shajnë Shqipërinë. E shajnë këtë vend, ora kemi lindë valla, jemi lindë tu në këtë vend, kena njerëzit tonë. Kemi njerëz që prenë nëpër varre këtu. Po vdesin njerëzit tanë, s'po i takojmë. Nuk po i takojmë, ai shumë na kanë larguar nga njëri tjetri. S'po na po përshtypje fare, më fare, as i lloj gjë. Ju përshëndes, t'jeni mirë. Mirupafshim gjithë.